Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini si çdo të diel në Fair Play. Pjesa e dytë e sezonit nis me Kupën e Shqipërisë, kompeticioni i dytë për nga rëndësia në futbollin shqiptar. Janë luajtur ndeshjet e paraqerek finale të këtij kompeticioni, ku Laçi ka fituar me Partizanin, Teuta me Kuksin e në fund Tirana me Flamurtarin, ndërsa Vllaznia dhe Skënderbeu janë ndarë pa gola. Në fakt kanë qenë përballje interesante, do të diskutojmë për to, ndërkohë që ndeshjet e kthimit do të luhen në datën 17 shkurt dhe ky ka qenë në një farë mënyrë edhe test i parë i skuadrave shqiptare pas fazës përgatitore dimrore. Do të tregojmë dhe lëvizjet e fundit në merkato dhe çfarë është zhvilluar në prag të kampionatit, pasi javën e ardhshme nis Superliga me javën e 17, ndërkohë që me të ftuar këtu në studio do të diskutojmë të gjitha zhvillimet e javës në futboll. Në fund të mbrëmjes do të ndalemi tek një profil i një notareje shqiptare. Ajo është Alesia Neziri, është vetëm 13 vjeç, po ka koleksionuar një numër të madh medaljesh. Do të flasim për këtë sportiste të re dhe shumë premtuese të notit shqiptar. Menjëherë po ju njoh me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke nisur nga profesor Faruk Sejdini, trajner dhe specialist i njohur futbolli. Përshëndetje profesor, mirë se ke ardhur në studion ton. Zoti Fatos Daja, ish futbollist i Tiranës në të kaluarën dhe skuadrës tonë përfaqësuese, një ish lojtar që në fakt nuk e keni parë për shumë kohë, pasi ai jeton në Maltë që pas viteve 90. Kemi përfituar nga prezenca e tij këtu në Tiranë për të qenë pjesë e diskutimit tonë. Ndjek futbollin shqiptar me shumë interes. Ka një ndryshim, zhvillim apo një stagnacion, një stopim në vend? Si e shikon? Ka një ndryshim, zhvillim shumë të madh. Do të flasim gjatë me Dajon për të gjitha të reja dhe mënyrën se si ai e shikon futbollin shqiptar, por ndoshta me shumë interes do të kujtojmë edhe disa çaste nga e kaluara dhe karriera e tij e futbollit me skuadrën e futbollit të Tiranës, por edhe kombëtares. Bledar Devolli, ish futbollist i Tiranës, Partizanit, të Vllaznisë, shumë skuadrave të futbollit shqiptar, aktualisht trajner futbolli. Përshëndetje Devolli, mirë se ke ardhur në panelin ton. Bledian Koka, gazetar i News 24, përshëndetje kolegu im, mirë se ke ardhur në studion ton. Artan Shyti, drejtori i Institutit Kërkimit Shkencor të Sportit, i përhershëm në panelin e Fair Play, së bashku me gazetarin sportiv Tami Kona. Përshëndetje Tami. Shikojmë dhe grafikisht rezultatet e ndeshjeve të paraqerek finale të Kupës së Shqipërisë. Këto janë rezultatet: Teuta Kuksi 1-0, Laçi Partizani 2-0, Vllaznia Skënderbeu 0-0 dhe Flamurtari Tirana 0-1. Ne do të nisim nga fundi, shikojmë golin e Tiranës në momentet e fundit, që i dha sigurisht edhe një mundësi më shumë skuadrës e Ilir Dajës për të tentuar në ndeshjen e kthimit që do të jetë në 17 shkurt në kryeqytet. Ishte një fitore e mundimshme, por një fitore shumë e rëndësishme për Tiranën që i rikthehet kampionatit me moral të mirë. Shohim këtë dhe rikthehemi sërish në studio. Ndërkohë, me sa duket regjia po na kujton që nëpërmjet faqes tonë të Facebookut Fair Play ju mund dërgoni komentet dhe pyetjet tuaja. Kemi hedhur temat e mbrëmjes së sotme si për herë në faqen tonë të Facebookut. Ju mund të bëheni pjesë e programit me çdo gjë që mendoni. Ju e dini që çdo gjë publikohet live në programin tonë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetari Nerion Shkëmbi, Flamurtari Tirana. Tirana hedh një hap të rëndësishëm në Kupën e Shqipërisë, pas fitores kundër Flamurtarit me rezultatin minimal 0-1. Goli i Argjend Malajt në minutën e 87 merr akoma më shumë vlerë, pasi erdhi në fushën kundërshtare. Mbi të gjitha jep besim bardhë bluve në objektiven e tyre për të shkuar deri në fund trofeut të vetëm të mbetur në valle. Pasi merkato të erdhshme, Flamurtari tregoi në ndeshjen debutuese të këtij viti se ka ende nevojë për shumë kohë për të kualiduar skuadrën. Të dy ekipet zhvilluan një volum të madh loje, por rastet për shënim ishin të pakta. Një ndeshje ku diferencën e bëri ai goli shënuar në fund nga Malaj. Duhet të kalonin 20 minuta loje për të parë goditjen e parë në kuadrat. Me di Greca provoi me një goditje nga distanca, por gjeti në pozicion portierin Bakaj. Kundërpërgjigja e kryeqytetasve erdhi 8 minuta më pas me Elis Bakajin. Fantazistë i shndërruar në sulmues provoi me një gjysmë kthes. Një veprim i bukur për vetëm kaq, pasi topi përfundoi lehtësisht në duart e portierit Halilaj. Ritmi i lojës u shtua ndjeshëm në pjesën e dytë, ku fillimisht ishte Tirana që kërcënoi. Malaj uli mirë një top me gjoks. Provoi me njëherë kuadratin, por goditja mes fushorit shkoi ngjitur me shtyllën pingule. 2 minuta më pas ishte Gjergj Muzaka që deportoi në krahun e djathtë. Shërbeu në qendër për Gilman Likën, me Shkodranin që u bllokua vetëm në momentin final nga Idrizaj. Flamurtari kishte të vështirë të shkonte rrjedhshëm në portën e Tiranës, por në minutën e 61 krijoi iluzionin e golit, duke gjetur rrjedhën e jashtme të portierit Bakaj.
Atëherë ku gjithçka po i drejtoi fundit, Tirana vuri në jetë një aksion model. Lika i vertikalizoi bukur për Bakajn, i cili shmangu dhe dali në portierit Alilaj, duke kthyer një top në qendër, me Malajn që e ndoqi deri në fund duke e shtyrë në rrjet. Një gol që çliroi të gjithë ambientin bardhë dhe blu, një gol shprehse për shpotuar investimet e një sezoni të tërë. Realisht nuk meritonin mundin, mbas asaj që treguan futbollistët, unë jam shumë i kënaqur nga disiplina, nga loja. Ishte një derbi dhe derbit gjithmonë mbarojnë me një rast dhe me një gol. Unë mendoj që e pranuam epitetin e derbit dhe futbollistët me këtë kohë që kishim në dispozicion e arritën qëllimet që i kishim, domethënë disiplina, taktika në lojë. Unë jam shumë i kënaqur nga loja. Normal nga rezultati s'mund të jemi të kënaqur pasi posuam humbin, por kemi edhe një pjesë me përvalljet me Tiranën. Sigurisht që kemi bërë një hap, por nuk kemi bërë gjithçka, sepse specifika e kupës dihet që nuk është vetëm një 90 minutë, është edhe një 90 minutë tjetër për të luajtur. Pozitive është fakti që nuk i kemi lënë shumë hapësira Vlorës për të na rrezikuar dhe kemi luajtur shumë mirë në aspektin e sulmit shpejt apo kundër sulmit si quhet në gjuhën sportive. Ajo që më ka kënaqur sot nga ekipi ishte që duke qenë që vinin nga faza përjetore, treguan dhe akoma janë në efektin e ngarkesave, treguan një freskit mirë fizike që premton edhe për pjesën e mbetur të kampionatit. Rikthehemi në studio, ndalemi me njëherë në analizën që do të bëjmë flamurtari Tirana me profesor Sejdinin, marrë shkas edhe nga deklarata e trajnerit Ramadani që tha pavarësisht të rezultatit, çdo gjë është e hapur për ndeshjen e 17 shkurtit. Dhe në fakt, fitoria 1-0 apo rezultati 1-0 në Kupën e Shqipërisë nuk është një rezultat që të jep siguri kualifikimi. Që natyrshme që në futboll siguri nuk ka. Për vetë faktin se prandaj të është i bukur se s'ka siguri. Por po ta marrim në aspektin pastaj matematikor, besoj që Tirana ka bërë një hap goxha të rëndësishëm lidhe me kualifikimin. Për sa përket ekipit të flamurtarit, unë do të thoshe që ekipi flamurtarit, paktën në eksperiencën time, ka një specifik që është më i lehtë brenda dhe është çik më i vështirë jashtë. Domethënë, ekipi flamurtarit historikisht ka qenë më i lehtë që ta mundësh apo ta rrapësh brenda, edhe pastaj jashtë hap dhe probleme. Pavarësisht nga ky fakt, do të thoshe që ekipi i Tiranës mendoj tash që të bëhet edhe pak pragmatist në aspektin që s'ka rrugë tjetër përveç se fitoj kupën apo ti karikoj gjithë bateritë në lidhje me kupën, besoj se këta hap që thash që e ka bërë, besoj dhe do ta mbaj. Ti karikoj bateritë, jo pa qëllim, tha profesor Sejdini, te Kupa e Shqipërisë, por Tirana është në një farë mënyrë një skuadër, po them eksperimentale në thonjza, me gjitha problemet që ka patur, synoj me Europën, tha Daja, kemi objektiva dhe në kampionat dhe kupo. E ka Tirana potencialin sipas jush për të luftuar në të dy frontet, ku kampionati është i vështirë, po ashtu edhe Kupa e Shqipërisë do një impenjim të madh kualitete, një skuadër të dubluar, si e shikoni në këtë drejtim? E ka potencial? Për menimin tim, Tirana është gjithmonë Tirana. Gjithmonë është, do jetë aty me fjalë, nuk ka se tjetë ndryshe me fjalë, se nuk ka lezet kampionati pa Tirana të jetë pretendente për, si që të profesor Faruku, jam shumë dakord me profesor Farukun. Për menimin tim do t'i vej shumë rëndësi kupës, edhe njëjtën kohë dhe kampionatit, nuk do mëne, po që të pakën kapi i vend dytë ose të tretë, se me sa shafun Koça është edhe shumë më lartë se sa ekipet e tjera. Dhe mendoj që me ardhin e trajnerit Daja ke Tirana, kanë bo një hap shumë të rëndësishëm. Tirana për para, gjithmonë. Tirana po bën hapa pozitiv dhe ndoshta pas fazës përgatitore kjo fitore jep moral. Si e ke parë Tiranën sot? Një Tiranë që dominonte përballë një skuadre si Flamurtari apo një Tiranë që u tregua cinike dhe përfitoi nga ai çasti i golit? Atë do thosha që sot Tirana mori atë që dështe, një Tiranë cinike. Domethënë pjesë e parë gati e barabartë, pjesën e dytë i kapi atë që besoj të trajneri ka kërkuar me kundërsun.
Por më çudit flamurtari me gjithë të oblere të bujshme që të paktën që lexojmë në gazetë edhe sot qa pash do i duhet shumë punë trajnerit Ramadani me këta lojtarë sepse lojtarët duan kone vetë sa të 1 muaj, 2 muaj, pastaj kampionati çdo gjë vështirësohet, e kupton? Kështu që kurse Tirana besoj se është në rrugën e mbarë, me ardhjen e trajnerit Daja çdo gjë merr atë maksimumin nga ky ekip që për mua i duhet patjetër një pyk, një sulmues në maj që e ka shumë të nevojshme. Nuk e di tani në merkaton e janarit ç'a do bëjnë akoma, se ka ardhur një brazilian, nuk e di ç'a mund të marrin tjetër. Por që Tirana është në rrugën e mbarë, domethënë Tha me këtë skuadër të re, me këtë trajner të ri, prisja më shumë nga Flamurtari. Është Flamurtar më i mirë ky se i pjesës së parë të sezonit, apo është një Flamurtar që është ende eksperimental dhe presim të shikojmë se çfarë është në të vërtetë? Atëherë kemi një Flamurtar, unë të thoja me trajner të ri dhe me lojtar të rinj. Edhe pse shumë nga lojtarët e ri, po të shikosh sot, po të hedhësh një sy të 4 ndeshjeve, domethënë 2 që janë zhvilluar sot, ato ndeshme nuk janë aktivizuar të gjithë futbollistët që ekipet kanë marrë. Po. Kjo për arsye të lejeve të kalimit, kjo dhe për arsye të gjendjes. Sepse te Snerbeu nuk ka formë fizike sulmuesi, tek Flamurtari sigurisht kanë probleme me lejet dhe gjithë lojtarët nuk kanë ardhur, por për të kaluar te pyetja juaj, sigurisht që kemi një Flamurtar që ne kemi analizuar këtu, domethënë 2 ekipe që janë analizuar më shumë me problemet që kemi janë Vllaznia dhe Flamurtari. Një Flamurtar që ka marrë një trajner të ri, ka marrë futbollista të rinj, është i mbytur me problemet nga më të ndryshmet, që kur e mendon që një Flamurtar ka marrë 5-6 futbollistë të mirë paguar dhe kur shikon në krahun tjetër faturat që vijnë për Flamurtarin, nuk dim se si të veprojmë, nuk dim se si të ndihemi, domethënë në kuptimin e fjalës për atë. Optimist apo pesimist për atë që presim. Për atë çka flasim. Po ky Flamurtar sot është një Flamurtar më premtues se ai Flamurtar që do shtoj pjesën e parë. Brenda 90 minutave nuk pash një Flamurtar që të thoshte që të mbeteshim o bobo, sepse nuk ka si tjetë. Okej, e kuptova. Është normale. Përgjigjet madhe fantastike. Si tifozi Tiranës, je kënaqur sot nga kjo fitore? Po, jam kënaqur për diskutim që po sepse është ndeshja e parë e kampionatit, përveç incidentit, po e quajmë kështu miqësor me Apolonin, se ishte një incident jo krejt dashur për tifozët, por në fakt duhet kuptuar që kjo është ndeshja e parë dhe këmbët e lojtarëve nuk janë ende në fush. Por Tirana tregon që po formatizohet ashtu siç ne do e donim, një Tiranë që nuk pëson gol. Po ta mendoni pak, Tirana ka të paktën çukur ka ardhur zoti Daja dhe me sa duket për zotin Daja bim gjithë dakord që është një trajner i duhur për Tiranën dhe ne shpresojmë shumë që drejtuesit e Tiranës ta mbajnë sa më gjatë trajnerin që të ketë mundësinë ta vërë në pa dhe në zbatim filozofinë e tij. Pra ajo çka është e rëndësishme është që Tirana nuk pëson më gol. Dhe arrin të shënojë me vështirësi. Pra, nëse do i bëni një plus minus Tiranës në atë çka përfaqëson, është një skuadër që në përballjet e drejtë për drejta e prodhon një rezultat 0-0. Por problemi është që Tirana nuk duhet të jetë Tirana e 0-0, por duhet të jetë Tirana që kërkon fitoren. Që kemi Tiranë më të mirë dhe në transfer. Pa diskutim që po. Fitoren në transfer edhe sepse mund ta shikojmë Tiranën pozitivisht sepse duket se Flamurtari me gjithë problemet e veta ka arritur të fitojë lloj qetësie. Pra me afrimin e trajnerit të ri edhe lojtarëve të ri, fakti që tifozët e Flamurtarit janë në stadium, edhe 4 ndeshje më parë protestonin, do thotë që një lloj qetësie ka ardhur. Pra dhe përballja sot në fushë nuk ka qenë, le të themi, mes Tiranës që është Tirana dhe Flamurtarit të shkatruar. Flamurtari mund të ketë 1.1 probleme, por të paktën sot në fushë nuk do të thuash një provë e vërtetë për Tiranën. Ka qenë një provë e vërtetë për Tiranën, shumë e rëndësishme, por një provë për të kuptuar që një Tiranë që vazhdon të mos ketë sulmin. Golin e parë dhe vetëm e ka shënuar Malaj është një nga prurjet e vjetshme tek Tirana, një mesfushor mjaft i talentuar tek i cili kishim shumë pritshmëri, por që me golin e sotëm pa diskutim që e vlerësojmë, informacionet që kam nga brenda klubit thonë që me 99.9% Mario Morina do vjerë tek Tirana dhe bashkë me Mario Morina do kemi edhe një sulmues tjetër dhe kjo është një lajm i mirë që besoj që do ndryshojë shumë bariqendrën e futbollit të Tiranës. Tami, është e vërtet kjo se lajmi ndoshta duke qenë se ke qenë pak afër me Morinën, them që duhet. Kam qenë afër dhe të them të drejtën mbas asaj që ndodhi mbas incidentit që ndodhi me Vllaznin, unë do thoja që Morina është, më thënë, edhe që e kanë akuzuar, nuk duhet të bëj avokatin, por e di shumë mirë sepse e kanë akuzuar padrejtësisht. Më thënë, tashmë dihet që në një faqe Facebooku që ishte hapur në emër të Mario Morinës edhe thoshte për Vllaznin malok të Vllaznis, që nga ky moment trajneri Cungu deshte të merrte Morinën, por nuk mund t'i dalë kundra tifozave të Vllaznis, të cilët kanë thënë që Mario Morina nuk mund të vijë sepse na ka shar malok. Tani
Nuk e din tifozë e Vllaznisje edhe policia po të dojë të marrin Facebook, nga Facebooku nuk mund të shkosh në akuza në prokurorinë për ndryshme. Po patjetër që mund të shkosh. Jo të jesh I sigurt që shkon. Në mënyrë figurative po them, sepse në Facebook tërë personazhet vill kanë nga 15 faqe nga 20 faqe dhe nuk mund të akuzosh. Megjithatë, Mario Morina ka treguar qytetarin, ka kërkuar falje. Unë I kërkoj falje tifozave të Vllaznisë, edhe pse nuk I kam thënë këtë gjë, gjithsesi, unë kërkoj falje që kam thënë. Po, e kemi parë në media ndjesën e Morinës, po, vetëm ky ka qenë shkaku I prishjes së marrëdhënies me Vllaznin. Tani, ky ka qenë shkaku sepse trajneri Cungu nuk mund të thoshte që nuk e dua. Tani, marrëdhëniet e reja me Tiranën, apo ka dhe alternativat të tjera? Se është nga lojtarët që është I kërkuar dhe akoma pas zgjidhje. Vajtja e Morinës tek Tirana sigurisht ka dhe një domethënie tjetër, sepse për të shkuar te Partizani gjërat mund mos jenë shumë komode për sa I përket anës jashtë fushës futbollit. Flasim për Morinën sepse një sulmues Tiranës nuk mund të shkojë ke Partizani kaq kollaj. Futbollisti Tiranës që do të shkojë te Partizani, reagimi I tifozave Tiranës dhe reagimi I tifozave Partizanit, sepse kemi reagimin e tifozave Tiranës, por do kemi reagimin e tifozave të Partizanit. Se mos kujto se do të thonë që jo, kam përshtypjen që tifozët e Partizanit do ta kishin dashur ta kishin Morinën aty. Tani nuk është në problem. Problemi është që ta thuj ku nuk do shkojë apo na thoj. Atëre ku nuk do shkojë. Nuk do shkojë në Partizani, ku do shkojë? Në Tiranë apo jo? E vetmja gjë, dy alternativat të Morinës për mendimin tim janë o Tirana o Kuksi. O Kuksi. Ndërsa për mendimin tim kjo çështje është zgjidhur dhe është thjesht çështje e ditësh. Besoj në ndeshjen e ardhshme me Flamurtarin Morina do jetë sulmues titullar I Tiranës. Të kënaqur për rikthimin e Morinës. Dhe jo vetëm Morina, dhe jo vetëm Morina, por edhe një tjetër sulmues. Për këtë nuk e kuptoj fare. Titullar se Megjithmonë nuk e kuptoj në këtë kohë. Nuk e kam këtu kohë përpara që mund të kenë qenë gjërat çik më strikte. Në këtë kohë kuptoj që ka luajtur me Tiranën, sikër ke Partizani, se jo ai është një lojtar në rast se është I domosdoshëm për drejtuesit e Partizanit. Edhe kanë mundësinë ekonomike, domethënë që mund ta marrin, po I trash, do e marrin dhe ai do. Në rast se ai nuk do ke Partizani, çfarë lidhje ka kjo? Jo tifozi, jo ai. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq e thjeshtë sepse po them, jo, nuk është kaq e thjeshtë sepse nuk kemi ne që bëjmë diferencën, për shembull, ka një kronik kur Robi Baxho iku nga Fiorentina në Firenze shpërtheu revolta, revolucioni mirëfill. Vetëm se shkoi te Juventus dhe sot të dy skuadrat janë ende, shkoi por ama kostot e atij transferimi për fajson sot. Pak ai së bëjmë mirë kur Tirana ka qenë në kulmin e vet që s'kishte asgjë tjetër të huaj, më duket se edhe Devolli ka luajtur me Tiranën. Besoj po, se nuk I mbaj mend. Kur s'kishte asgjë, të gjithë lojtarët që kanë luajtur me Partizanin, kanë luajtur me Tiranën. Atëherë kur ishte ajo trysnia ajo Tiranës. Atëherë çon me vendim partisë, se I çonin atë nuk e di si madhe. Atë se di fare partisë, nga brezi juaj ke tjetri. Paljanë marr atë mos u fut ka ajo anti se ti je I vogël fare, edhe ti s'kishe lidh atë. Juaj nuk ka planuar shkojë te Partizani dhe ushtar. Po jo, fort sa dush. Po deshe... Faqë u shodhe tifozin e skuadrës po deshe të flasim me fakte reale, let flasun se jam I asaj kohë. Pastaj, se qatë ke qenë thuj që thuj qatë dush. Po e më zë pasë që farë për profesor, më keq tani. Dakord, po mu nuk më duket fare... Jo, nuk mund thjeshtësohen gjërat kaq shumë, më keq. Nuk mund thjeshtësohen gjërat kaq shumë, qose Mario Morina është identifikuar me Tiranën, ai mund shkoj kudo, po jo tek Partizani, do ishte e turshme. Dhe është, po nuk është e turshme, unë nuk e them si vetëm thjesht si tifoz, por edhe nga logjika. Nuk është, po ka duhet ketë një kohë. Pas ka qenë e turshme që luajti nga Tirana me Partizani, nuk është e zgjedhje nderuar. Moran Albanin, se është I mbiemër. Po dhe trajnerët kanë lëvizur shumë nga Tirana. Është ndryshe kurse lojtar. Një tifozët janë më shumë të lidhur me lojtarët. Ku tepër që Mario Morina është prodhim dog Tiranës. A pas ka lidhje fare. Po ka shumë lidhje përdesë tek sensitiviteti të lidhje ka shumë. Dhe ja ku ke një lojtar Tiranës që mund ta konfirmojë se çdo të pesha e bluzës skuadrës. Nëse Baka I shërben Tiranës, ai do e marri. Ishte ke Dinamo, a pas ka qenë në Partizan nuk e di, po e mora. Ne kemi shembull, ne kemi Devin Mugën që se ka dëgjuar. Ishte largohet nga Tirana, jo vetëm Akademia Partizani. Po e mora si shembull. Atëherë I shërben Partizanit, I shërben. Tashti koha këto tashtu quajtura patriotizma, se vetëm tu të ne ndodh. Bësh patriot, se merr I flamur, ti vjedh atje, I merr pronën tjetër, ngret flamurin, edhe jam patriot. Vetëm tu ndodhin të tilla patriotizma. Atëherë, ai është një futbollist.
Ai është trajner, po marrë dhe volën nga që është trajneri. E ka pikpanin e veta që i pëlqen to zdaja, atani. A unë, e shet me parametrat, bën propozimin presidentin me anën ekonomike, se i bën këtë rol, këtë punë, atë deficiencë që ka i në ekip edhe pikë mbaroj. Vjen, a këtu patriotizmas kësaj, ka marru, nuk ka më patriotizm. Okej, tani? Mendoj, nuk e di. Unë njerë besoj se në takon themi ti urojmë futbolistët e trajnerët e këtuj për këtë 2016 që fillojmë me këto ndeshje, këto ndeshje e para të këtij kampionati dhe unë besoj që ishte një fillim interesant, në patëm që atë shikonin, patëm cilësi për ndeshje, le të themi për nivelin ton interesante. Ishte kurioziteti për të parë, domethënë, në ekipe që ishin të përforcuara dhe jo të forcuar, po flasim për Tirana ose për flamurtarët Tirana. Tirana luajti pak a shumë me atë që ka mbyllur kampionatin me çdiu, nuk kishte lojtar që ose ata që prisin me nuk kishin sulm, sepse sulmi ishte që kemi thënë veç Muzakës. Po don Muzaka aty ka qenë, ka luajtur pak, por për mua dhe Muzaka është më i mirë sa ndonjë që ata mund të marrin në sulm, po mendimi im. Kështu që nga ana tjetër Muzaka për shembull ka qenë një lojtar I Partizanit. Do të them pastaj këtë problemin e Jo, meqense. Jo, ka qenë vërtet është. Nuk dua ta Po asnjëherë s'kan gjithë Muzakët e Tiranës, Nuk dua ta fokusoj tek kjo fillimisht. Dhe ishte kuriozitet për të parë një ekip Tirana pra që në një farë mënyre e filloi atje ku e la me një flamurtar që kishte modifikuar goxha që nga trajneri e gjithë i tjerë, paktën në dukjen letër më serioze se sa ai që mbylli kampionatin si ekip. Duhet thënë që Kupa ka një specifik shumë interesante, sepse Kupa në një farë mënyre kanë lojë 8 ekipe, të 8 këto që luajtën janë pretendente, dhe kur kampionati në një farë mënyre kanë mbyllur me rivalitetin Skënderbeu Partizani, atë kush do jetë kampion. Kup nuk e dim akoma sepse historia ka treguar që secili nga këta 8 mund të jetë në finale, mund të jetë. Kemi disa ekipe i kemi le të themi në një farë mënyre në përplasje, për shembull në kampionat luftojmë për mbijetesë, ndërsa në kupë ka qenë gjithmonë, flamurtari ka qenë një vit mos gaboj që ishte për dalë kategoria të shkoj deri në finale. Kështu që kjo është e bukur, pra në farë mënyre marrë kështu në planin politik, Kupa është ajo pjesa e demokracisë, pra të gjithë bëjnë kupë kthehen edhe nga fillimi dhe përzihen ato goglat dhe bëhen, domethënë, gjithë bëhen të parë. Kështu që kjo ishte e bukur edhe këtyre ndeshjeve. Për sa i përket asaj që flasim, ne duhet ta bëjmë të përshtypje fakti që nuk e merr Vllaznia sepse Morina pas ka shar Malok. Tash Shkodranët gjithçka mund të sharitë Malok, jo, sepse Shkodranët nuk janë të Malok dhe nuk duhet mërziten kur dikush do të Malok, sepse janë djepi qytetarisë, djepi sportit, nëse ka në gjë që në Shqipëri do ka lindur diku është them unë, me aq sa unë e di, Shkodra edhe Korça. Edhe nëse ta thot Malok, nuk besoj se një profesionist mund të thot Malok tifozë, se s'ka si ja thot. Për çfarë lloj arsye nuk e thot. Ai Morina është një djalë, domethënë, me aq sa një fund që e njoh shumë i kulturuar, nuk mundet të kthesh mbrapa politikën dhe vllaznisë, ndoshta i duhej, nuk mund të kthesh mbrapa një lojtar që jetë duke e marrë sepse pas ka thënë në Facebook që domethënë vetëm serioz nuk duhet të jetë në këtë raste. S'është as i besueshëm. Me siguri nuk është, sepse nuk mundet që një lojtar që është drejtatia për të shkuar thotë këtyra gjëra, kështu më duket pak ndërsa pastaj ka këndvështrime ndryshme kur vjen puna ke Tirana Partizani. Unë e mirë kuptoj këndvështrimin e tifozit, por për fat mirë, tifozi nuk është ai që vendos në klub. Nëse tifozi vendos në klub, le të mos ta marrin Partizani sepse vendos tifozi. Nëse tifozi nuk vendos, por klubi ka përveç se mendimin e tifozit dhe mendimin e vet, dhe opinione teknik, edhe verdin sportive apo ekonomike, e merr një lojtar Tiranës dhe Partizanit dhe ne nuk duhet as tifozët natyrisht mund mërziten, kanë drejtën e tyre, por nuk mund të jenë ata që përcaktojnë politikën e klubit. Një klub që ndiqet ose që ndjek filozofinë e tifozit është një klub që nuk është shumë serioz në zgjedhjet e tij. Po një politikë e tillë është ndjekur edhe për lojtarët e tjerë. Vllaznia ndorçi politikën e tifozit apo jo? Jo, një sekondë. Ajo ishte vëna. Rasti tim nga Partizani. Po ja devolli sepse faqet Facebook. Tirana ka dy precedentë me Facebookun, po e themi. Ka presidentin Stivi Frashi, i cili në fakt përmes Facebookut e nisi dhe bitisi marrëdhënien me Tiranën dhe është edhe Por jam i sigurt që
kjo Morinas mund të jetë dy versione. Po Marina nuk mund ta ketë pranuar sepse ose është një reagim i tifozëve të Tiranës që mund ta kenë bërë vetë këtë lloj faqe dhe mund ta kenë futur, ose mund të jetë një reagim nga Shkodra dhe se mund t'i bëjmë deduksionet që e kanë krijuar këtë lloj incidenti për mos ta marrë ose për gjetur një alibi për ta shmangur ardhin e Morinës. Tifozë që nuk duan që të merretin sulmuese, kartë sulmues tyre mund tash ne këtu. Mund të ketë lloj të tjerë. Mund mos themi shumë versione. Ne këtu flasim në kuadrin e njerëzve që nuk kemi për emocione përveç dashurisë për sportin, apo? Patjetër, po se dashuria për sportin ka shumë kundërshtrime. Dashuria është një anë, interesi është ana tjetër, janë ka shumë gjëra që një klub vë në atje në ekuacion për të bërë një zgjidhje. Unë e thashë shumë e rënda ajo, sepse vllaznisi duaj, unë nis dhe thashë se doli në Facebook. Ndërsa kjo tjetër pastaj po që se Tirana Partizani mendon se prishet me tifozët e vet, po që se merr Morinë, mos ta marrim. Po unë personalisht, nëse i duhet edhe nuk e merr për tifozët, nuk ka bërë një zgjidhje serioze. Profesor Faruku ka drejt kur thotë që është më Unë kam përshtypjen që Partizani nuk ka patur asnjëherë në objektivat e vet Morinë, nuk e di nëse ta me kemi. Kjo mund të jetë shumë, nuk ka qenë asnjë në objektiv dhe është e kota fusim diskutimin të Partizanit. Në rastin e Morinës nuk ka patur asnjë ofertë nga Partizani në asnjë moment. Për sa i përket ndeshjes duhet të thënë kjo, që në fund nëse flamurtari kishte një mundësi për të prezantuar, nuk është kjo ndeshje që e vulos këtë gjë. Flamurtari në pret një fazë tretë, them gjysma e dytë e kampionatit shumë e rëndësishme, që do të thotë që nëse nuk mundet me një javë, edhe 3 javë, 2 javë, edhe 3 javë, edhe lojtarë që tregojnë diçka, unë nuk besoj se pavarësisht ëndrës që duan të jenë pretendent në kupë, nuk mund ta bëjnë atë që kanë bërë dikur, sepse nuk kanë të njëjtat kushte. Kështu që Tirana e ka shumë kollaj, ky është rezultati nga këto që pamë sot. Unë besoj që Tirana e ka më thjesht, sepse edhe Laçi, dhe shohim edhe Laçi me 2-0, nuk e ka i sigurt se ka Tirana me flamurtarin këtë. Kjo nga 4 ndeshjet që kemi parë ne, rezultati më domethënës për ata që pra më përfitues është Tirana në këto. Po është Tirana se ka shnuar jashtë. Po përmendëm diçka, flamurtari është skuadra që e kërkon më me ngul në Kupën e Republikës. Gjithë blerët e flamurtari janë bërë me synimin. Është e vërtet që sipas gaburimet që ka mund brenda flamurtarit, ka një konfirmim për diçka. Flitet për një trajner i cili ka ardhur dhe bëhet fjalë për objektiva edhe për vitin tjetër. Te flamurtari nuk kanë mbajtur një trajner 6 muaj, por mendojnë që të mbajnë trajnerin për këtë kupë tanë janë japën kupën tjetër. Për këtë kupë, për këtë kupë, trajner me gjithë kupë. Për këtë kupë. Trajner me gjithë këtë kupë. Patjetër më të teta. Duan këtë kupë. Unë thash të teta që janë. Dhe luftojnë që në vitin tjetër. Nuk e do Laçi, që e ka marrë. Nuk e do të Uta që e ka marrë. Por tani ky flamurtar ka dhe mbijetesën, ka dhe kupën e Republikës. Duke sikur kupa është kampionati, mini kampionati i vogël. Kampionati vendakampionatit. Për Vllaznin ka mbijetesën për kupën. Jo për kupë, Vllaznia me Skënderbeun sot? Ti e di shumë mirë në janat është risk të marrësh futbollist. Jo sidomos flamurtari ka marrë 10. Ka marrë 10 futbollistë. Janar me riporter. Të lutem. Në 4 Italisë ka dalë Alessandria tani. Në 4 Italisë ka dalë Alessandria. Jo falison, që do të thotë që kupa ta them prap është evenimenti më demokratik. Gjithë janë aty. Kështu që edhe Vllaznia pretendon se të 2 ndeshje janë, apo jo? Edhe flamurtari, unë po them nga këta që të 8 pretendojnë, por ajo që mu duket mua më larg sot. Otan Skënderbeu ka marrë 5 vjet kampionatin, Kupën e Shqipërisë nuk e merr dot. Po këtë po them tash. Nuk e merr dot se eliminohet nga Ballçi. Se përjashton. Po jo po flamurtarin. Pa ne po them. As Vllaznia nuk e përjashtojnë më. Nuk e kuptoj se merr dot. Po nuk e në kuptim se merr, se ka marrë profesor. Sepse është mundur dhe nga Ballçi. Nuk ka dashur ta marrë, se ka dashur. Se e ka lënë. Po jo, se ka 5 vjet. Po e ka lënë pra. Ka 5 vjet që se ka lënë. Për pazarin e radhës. Po dakord. Thjesht ka për pazarin e radhës. Dakord, nuk e ka marrë. Që mos merr, e ka bërë çokën e radhës për atë që e ka përtuar kampionat pastaj. Nuk e ka marrë. Po si mund pranojmë këtu që flamurtari pas ka ble trajner, ka paguar, ka marrë trajner me gjithë kupë. Ka me vend botës. Jo me gjithë kupë, ka marrë me pretendimin për të fituar kupën. Me pretendimin për të fituar. Po me pretendim janë gjithë ata që janë. Po sigurisht po ndoshta flamurtari ka objektiva më të gjatë. Si ka? Si ka ky? I ka me frak, me kostum. Që i ka, gjithi kanë, edhe Vllaznin që ta shihni ashtu si duket juve, edhe mu bashkë me ju, se nuk jam, edhe Vllaznia ka pretendimet e veta, për vetë faktin se ka një histori futbolli, ka një psikologji që një tifozeri, një ambient civil futboll,
edhe do. Pse, thot, për 2 ndeshje, jo gjithmonë më i miri fiton futboll. Për 2 ndeshje, dan finale. Po dole supozoj me Skënderbeun, që keka më i miri, Skënderbeu del kampion, unë i si finalist. 0-0 1-1 kualifikohesh. Ka shumë alternativa. Po për ka formu kupa. Po, Flamurtari, dhe jam shumë dakord me Tanin, Flamurtari për të gjitha këto ndeshje, për këtë situatë që shkriju, deri këto momente që flasit, mu më duket që është më larg nga të gjitha. Nga këto 8 që janë këtu, nga këto 8. Nga këto që jemi sot për kupë. Më duket, pastaj, e kam blet trajnerin me gjithë kupë, e kam blet me gjithë qizmet, ta blet si dunë ta. Por ama, është më larg me gjithë to që thoni ju, se ju i dini statistikat, mu më duket larg fare. Pse? Për 2 arsye. Njërë është rezultati, e dyta, sot lunden fusht vetë, me qënë se pas ka pas gjakun grëk dhe kjo është shpëtimi i Vlorës, nuk të regojnë dhe i gjoj, që të thush, e mori për para Tiranë. Unë po të them të, Flamurtari ka hëngri gol, loja mundit edhe 0-0. Ka hëngri gol që është turp i një mbrojtje. Po i len gjitha, vi topi nga via fundore, që s'ka rrugë. E të rjeshtojnë mbrojtësat në të mënyrë, në duket e habishme, mund tjetë e rasishme, mund tjetë e pamësume, mund tjetë e mësume dhe ti nuk e bënë. Ata ka shumë alternativa, shumë mundësira që ta justifikosh. Por të vazhdoj shumë me këtë, si që pash sot, që ka ardhë trajner me gjithë kupë. Që kupe vi trajneri, alas ka ardhë me gjithë bankime. Sot që fiton 1-0 me mbem Vlorës e sot shepet. Tiranën dhe si e ke gjetur sot? Me thonë që nuk u kënoj që unë hika deri në Vlorë me pa Tiranën. Se herë do vinë Shqipëri, do të shof Tiranën, se du Tiranën, me fjallë, qofë se jam dikush, sot atje ku jam për Tiranës. Unë e kam lënë Tiranën, kur kemi hikë, me fjallë, në 90-92, shumë, si me thonë, shumë rapë për sot, me fjallë, një se boni në i lojë kushtë e qarë. E me kjo s'ka gjithë me pallate. Po folë për... Vetëm Tiranën si qytet, edhe Tiranën si ekip. Unë për menimin tim, një lojtari Tiranës, të me Partizanin, për mu nuk shka. Menimin, më falë, po, më në bluzë Partizani. Produkti Tiranës, sepse ka diçka. Ka diçka, sepse edhe Bledi, jo më falë, edhe Bledi ta një. E shikon këtë ti? Dhe Volli ka lujtë edhe me Snembeu, më falë edhe me Tiranën, dhe me Partizanin me gjitha. Tani, bëjt fjalë për produkte të jo Tiranës. Jo, bëjt fjalë, dakord, bëjt fjalë për produkte. Disa produkte të Tiranës nuk kanë pranuar me shku të Partizani. Së shkën shkolla. Disa produkte të Tiranës, që janë produkti Tiranës, flas Morina, për shembull, është Madein Tirana. Tashti, Devolli me gjithë respektin që kemi, është produkti luftëtarit. Ka ardhur në Tiranë, ka luajtur dhe me Tiranën, dhe me Partizanin, është mëse normale, kurse për i lojtar, në marrin familje Mema, unë i thash i bëre pyetje profesorit, te familja Mema, kanë shku trajnerët të Partizani, po s'kanë shku futbollista nga Tirana me shku të Partizani. Unë shofë kështu. Për ushtarë, se atëre për ushtarë të rrisin, se nuk të rrisin për... Le të kapim me thellë muhabetin, le të gëzojmë për Tiranën, edhe të themi një gjë. Si e kom lënë Tiranën, me fjalë e kom lënë, kur tha profesori, me fjalë me kjo, se e kom gjeta me pallate, gjeta me rrugë të shkruar, me shku në Vlorë për 2 orë, me fjalë, shumë mirë. Tashi, niveli i futbollit është rrit shumë, nuk diskutohet kjo. Mund është të vesh vetëm një gjë më duke, që të hujët që vinë këtu në Shqipëri nuk janë në nivelin e shqiptarëve. Për fjalë që ti je huj do të jesh 2 herë më mirë se sa një shqiptar. Kemi akoma kompleksin e të huajve ne si dikur? Jo. Të hujt na duket më cilësorë gjithmonë. Jo, nuk them të hujët që vinë, brazilian ose po. Nuk them të huj për shembull që erdhi një garrë dhe luajti me Tiranën. Sa nuk ma lejo do kata imat e punë, po. Ishte edhe dje biles pash neshen Partizani për arsye familjar, me që asion dajlu me Partizanin është jemi pash 2 gola që pësoj Partizani, ishin 2 gabime fatale të 2 të hujve të Partizanit. Ti në qëfëse vje këtu me fjallë, merë gjithë të lek, të regoj e vetën të atë kush je bo profesionist, bo stërvitje, ishte një huj Partizanit, një mdhjeq më duke nuk e dy me bojtë të 30 në 38 sekonda e fjallë. S'kishte lidhje fare me Partizanin. Ato do të kuptojnë rëndësi që ka jo bluze herë, e Tiranës, e Partizanit, e Vlonës, e Shkodrës. Do ta kuptojnë, nuk e di si rëndësi ka kjo bluze, e Dinamos. Se ta lene, si thu profesor, jemi dakord?
Dakor, jam dakor. Mos ja përmend Dinamo se i qenë sëri pak presore. Jo, ta kuptoj një herë rëndësinë që ka kjo bluzë. Sa herë ndosh, me fjalë. Sa herë ndosh kjo bluzë. Mos anë futem me lutje. Drejtuesi lart që e merr atë futbollist, e sjell këtu. Edhe merr 4-5 milionë dhe nuk bën dot diferencë. Kjo është diferenca që mund. Pra, se ka fajin futbollisti që vjen. Sa në rregull është. E ka fajin drejtuesin, që shikojnë vetëm merkaton jashtë, e kupton? Dhe nuk punojnë që nga akademia të filloj të mbajë klub. Shumë ekipe të kërkoj ndjes vetëm një sekond tani. Po shikoja disa foto, disa kujtime që në fakt janë disa kujtime që ne kemi arritur të sigurojmë, disa foto të Dajës nga e kaluara. Një mendim edhe për skuadrën tonë përfaqësuese. Me atë kemi kapërcyer pak atë realitetin shqiptar të futbollit tonë këtu, domethënë kemi arritur një majë të jashtëzakonshme. Është një mendim. Këtë fotografinë do ta komentoj çik Daja. Është një foto aty me Tiranë. Është bravo, në rregull, e realizon regjizori Zotaj direkt në moment. Ja. Ku është Daja këtu tani? Daja është poshtë fare, mu ke cepi aty, mu ke në fund fare ke cepi aty. Fotografia me fjalë kur ishte Tirana që me shoqëri Redi. Profesor shoqëri Redi trajner. To çajtetorit me fjalë. Në fund fare aty ke cepi. Po. Me Agustin Kolën. Kjo Tirana modhe me fjalë. Kjo ka qenë Tirana madhe. Një mendim për ekipin përfaqësues. Ekipi përfaqësues bën atë që s'kishte bën një herë. S'kishte bë vakinë jemi fjalë më kualifikuar në eliminatorë. Ka patur reagim aty në Maltë për Shqipërinë pas kualifikimit? Po më shohim, me kemi ca shqiptarë që jemi shokë, me fjalë pim birra, shohim në neshën, gol bojmë. Kur komunikova në fund i thash që federatat kërkon numrin e telefonit sepse do jesh pjesë. Është një gjë shumë me fjalë, gjë shumë e bukur. Do jesh pjesë e ekipit kombëtar për ndeshjen e parë, kupton? Po, do të jenë ditë. Ky në çdo moment më shkruar, thot mirë atë, thot gjë që bëhet ai, thot, po ç'tot ai ke Partizani, e ka hallin për Dajën. Edhe kur më dërgon mesazh më e fortë ai ishte pasi kishte mbaruar ndeshja me Partizanin, i them unë sot ka bëj neshe shumë mirë. Se ky qëllon atë kohë, se ka që punon menaxheri një lokal, që nga 2004 ato si nuk merret më me është shkëputur, më dhe ka janë 10 vjet që është rahat tani të paktën në rahat, por i ndjek këto Supersport të gjitha, e i thashëm më i miri sot tashun. Me gjitha, më shkrujti, po kjo është prapë, tha mu, tha, kjo na duhet, tha, në fund fare, po me Tiranën e gjeti kuj drejtë, Po me Ilirin, ka ndonjë lidhje? Apo? Fis, shumë. Fis, po jo. Ma asionin po. Me asionin janë... Ky është Daja i Dinamos. Se ti shumë mirë me fjalë. Daja i Dinamos. Po, ajna Ju jeni me Daja i Tiranës. Mirë, do të ndalemi të shikojmë edhe tani i rikthehemi bisedës apo pas rodinës? Jo, do vetëm thoya për flamurtarin, sepse unë besoj që do e mbyllim për flamurtarin, por ajo që duhet të thënë është që është një eksperiment i radhës ky që pam sot. Dhe le të shpresojmë, unë kam atë pesimizmin tim sepse e shoh që edhe disa veprime, për unë nuk e kuptoj dhe nuk dua ta në kuadrin e asaj që u tha këtu dhe jam dakord që duhet të shikojmë lojtarët tanë, ka ikur bregu nga flamurtari. Dhe unë nuk e kuptoj sepse duhet ikte bregu nga flamurtari, lojtari them unë ndoshta më të spikatur e të vjetshëm, në 21 vjeç. Dhe një perspektive qartë që mund të ishte një Berisha apo një Olaing për një lojtar që klubi të vërtetisë. Nuk e kuptoj dhe janë ato momente që pastaj fillon të thuaj që këto eksperimente duke marrë huaj, duke provuar huaj pa limit, ndoshta nuk janë edhe shumë produktive. Edhe nuk më vjen mirë që në ky ekip të shkëputet nga qyteti duke krijuar një, le të themi, bërtham autonome menaxhimi brenda një qytet, ndërkohë kur flamurtari në historinë e vet bazën ose le të themi suksesin më të madh ka arritur gjithmonë ka pasur lojtar të vlonjat brenda. Dhe të mendosh që është një shkollë e fuqishme, ashtu si Shkodra. Ky flamurtar thoshte Sokol Kushta në një komentin e tij nuk është i flamurtar. Nuk është i Florës. Mirë, do të ndalemi dhe të flasim pak edhe për kampionatin. Jo, s'ka lidhje me atë. Me fjalë, vetëm flamurtari, me fjalë. Flasim për flamurtarin, është zemra që fikon këto 6 muaj të fundit. Flasim për flamurtarin. Nuk do me ditë se kush je. Jo, ne po. Okej, mirë, të ndalemi tek vazhdoni do ta mbyllim me Tiranën se fitoi neshën në Vlorë, nuk është gjë e lehtë. Ne që fitoi Tirana e themi Nikollaj dhe e tham, por që dukuria flamurtari është më spikatur nga të 8 këto ekipet që janë brenda. Dhe me drejtën tjetër për të zgjedhur unë temën. Me Blerit. Unë respektuar edhe sugjerimin tuaj, domethënë, është sepse se fitoi neshën në Vlorë.
Mos ta mbyllim vetëm për flamurtarin. Se kemi nuk akoma të besoj, ka akoma për Tiranën, se do kapin asgjë tjetër. Jo, do diskutojmë edhe në total në përgjithësi për ekipet, për 8 skuadrat që janë pjesë të çerek finaleve të kupës, do të shkojmë në Shkodër, aty ku është ndarë në parazim 0-0 Vllaznia dhe Skënderbeu, a u ndje mungesa Olainkës dhe Berishës te skuadra kampione në fuqi, nuk janë më lojtarët e Skënderbeut dhe nuk duhet të flasim për ta, ka thënë Josa. Megjithatë, këtë analizë detajuar do ta bëjmë pas kronikës së gazetarit tonë Jeton Selimi, më njëherë pas publicitetit. Mbyllet me rrjeta të paprekura çerek finalja e Kupës së Shqipërisë e luajtur në Reshit Rusi ndaj Vllaznisë dhe Skënderbeut. Takimi u karakterizua nga një luftë e fortë sportive dhe ndërhyrjet e ashpra ishin prezente gjatë gjithë 90 minutëshit. Si kundërpritej, Skënderbeu ishte ekipi që kërkoi më shumë golin, por mbrojtja shkodrane ishte një mur i vërtet në këtë takim. Vllaznia e Cungut, donse ishte ende pa kolauduar, u shfaq autoritare në fushë, ndërsa Josa nga ana tjetër kishte lënë pushim një pjesë të mirë të titullarëve, teksa nga minuta e parë do të debutonte edhe Sebino Plaku. Sinjalin e parë e jep Leonid Abazi, që do të kërkoj të gjuaj në minutën e 7, por nuk do të kërcënoj siç duhet kuadratin e Dragojevicit. 17 minuta më pas, është sërish Abazi që kërcënon kuadratin, por topi del për pak jashtë, ndërsa në të 26-ën, miqt pretendojnë një penalti për një prekje me dorë në zonë, por nuk është i këtij mendimi kryesori Andi Koçi, i cili lejoi vazhdimin e ndeshjes. Në minutën e 31 është radha ku qebruvët të protestojnë për një 11 metrash, por ansori do t'jap vetëm rivënie fundore. 4 minuta më pas, një përplasje ashpër kok më kok mes Radasit e Pjeshkës do të bëjë që të dy lojtarët të shoqërohen me ambulancë në spital, ndërsa pas mjekimit, si Radas, ashtu dhe Pjeshka kanë parë pjesën e mbetur të ndeshjes në stadium. Në minutën e 42, vëmendja spostohet nga fusha e lojës në shkallët e stadiumit, ku tifozeria vendase përplaset me policinë, e përrjedhoi goditet me stol një nga efektivët blu, ndërsa forcat e rendit kanë shoqëruar disa ultras kuqeblu në komisariat. Pjesa e parë do të mbyllet me rrjeta të paprekura, ndërsa në pjesën e dytë do të jetë Skënderbeua që do të ketë në kontroll lojën, ndërsa Vllaznia do të mbrohet mirë. Megjithatë, korçarët nuk do të mund të kërcënojnë seriozisht portën e Dragojevicit, duke bërë që përballja e Reshit Rusit të mbyllet me rezultat të bardhë dhe kualifikimi të vendoset në Korçë më 17 shkurt. Çam të kënaqur më tepër ndoshta është një pjesë e mirë e lojës së këtyre djemve. Unë mendoj sot luajtë me dëshirë. Megjithatë është ndeshja e parë. Thash më përpara, përgëzoj djem për shpirtin e garës, për atë që ka dhënë fushën e lojës. Thash më përpara, objektivi vetëm joni është qëndrimi në ligë, kjo jo se kena hek dorë prej kupet. E rëndësishme për mua ishte sot që të bashim një futboll të mirë, të shifshim në disa aspekte ekuilibrin e ekipit, e bëmë mirë thash në pjesën e më të mirë të lojës për sa i përket aspektit mbrojtës. Normalisht që kena shumë gjëra tjera për të ndërtuar. Megjithatë 0-0 është një rezultat që futbolli nuk i dihet kur një gol në fushë kundërshtare mund të thotë shumë ndoshta. Vllaznia mendoj më tepër për barazimin. Me kushtet që ka, qoftë për moralin që do me dhënë skuadrës dhe lojtarëve të vet. Unë them që në një ndeshje të tillë në këtë kushte dhe ndeshja parë e sezonit, duke filluar vite 3 me një fjalë dhe të ketë rezultat për mos komplet normale, ekipet nuk janë kolaudu akoma, ekipet qoftë gjendja fizike e tyre nuk është ajo që ne kërkojmë. Ne kemi thënë që jemi në luftë për të dy kompeticionet, pastaj nga aty shohim se do shkojmë punët edhe për kampionat edhe për kupë. Rikthehemi sërish në studio për të folur për këtë sfidë që në fakt ka shumë për të diskutuar, për dhe mënyrën jo vetëm si është zhvilluar, ka pasur shumë detaje kjo ndeshje, por edhe ka ngritur shumë pikpyetje për përbërjen e Skënderbeut dhe a do të jetë ai Skënderbeu që kemi parë në pjesën e parë të sezonit. Kjo është pyetja dhe tema e parë e diskutimit që dua ta ngrë, por pastaj më vonë do të kalojmë edhe tek incidentet, le të quajmë kështu. Mendon se u ndje mungesa Olainkës dhe Berishës, profesor, në këtë sfidë dhe a parashikohet që të ketë një Skënderbeu po kaq të fortë sa në pjesën e parë të sezonit? Unë mendoj që në këtë situatë që Skënderbeu, pavarësisht se ju larguan dy lojtarë që po themi që ishin ndër më kryesorët, mendoj që Skënderbeu mund të jetë ekipi që ndjen më pak. Mbasi besoj që ka pas një larg pamësi, nuk e di në organizim, qoftë trajnerët, që stafi drejtues, që
sigur gjërat janë pak a shumë diçka si të parashikueshme, edhe besoj që e kompensojnë shumë shpejt. Kuptohet, gjërat nuk kompensojnë 100%, por me autoritetin që ka kriju Skënderbeu dhe me mënyrën e lojës dhe me besimin që ka, besoj që do t'i kompensoj ato mungesa. Flasë për ata lojtarë që janë largu. Po në të njëjtën kohë them që Skënderbeu ka dhe luksin që lufton në dy krahët. Ai sa duket e vështirë, ai duket edhe luks ngaherë. Është si puna asaj që ngaherë kur ekipet kanë një komoditet, luajnë dhe patë të trysnin e madhe që mund të kenë ekipet tjera. Me këtë du të them, do me thonë, në rrasë ajo luan për kampionat, është edhe në garë edhe për kupën, por si do që tjetë puna, kupën e ka edhe si pasatempo, si loj qefi në rrasë për i quajnë thonjësa. Kështu që mendoj duke qenë kështu, është edhe më komode. Pavarësisht se duket ngarkesë psikologjike, po Skënderbeu më duket që ka këtë komoditet. Edhe me këtë rezultat që morin në Shkodër, edhe Shkodër si shtatë e trajnerit Cungu, pikësynimin kryesor ka që të mbjetoj në këtë fazë që ka ngel, apo këtë periudhë që ka ngel në këtë kampionat. Kështu që mendoj që ka Skënderbeu e ka këtë komoditet dhe besoj që duke qenë kështu do dali deri në fund. Josa në fakt, po profesor, Josa tha që nuk jam i kënaqur nga loja e skuadrës, por rezultati nuk është se na çon në disfavor. Ndeshja e kthimit do të luhet në Korçë dhe rezultati lë çdo gjë të hapur. Me një Skënderbeu që kuptohet e ka shumë të madh potencialin se Vllaznia. Është superior në çdo aspekt, më thënë. Skënderbeu dominon kampionatin shqiptar, po dominon edhe tashin ndeshjet me të Kupës Shqipërisë me Shkodrën, pavarësisht se unë e pash të në televizor, me thonë drejtën. 0-0, po prap ajo ishte më konkrete, Skënderbeu ishte më superior, taktikisht, fizikisht, kishte edhe shumë mundësi shënimi, tash loja bo edhe me episode, po them që Josa ka bërë një punë kolosale, për menimin tim, është një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri. Mos them më i mirë se them më zanë thonë që kjo ka Tirana. Pastaj ka konflikt interesi. Mirë. Për qenë më konkret në analizën e ndeshjes, me një Vllazni që në fakt kishte ndryshime të paktën në filozofinë e lojës dhe duket që ishte filozofia e lojës e Cungut, në një farë mënyre me një skuadër mbrojtëse që gjet mënyrat me kundërsulm, por përballë ishte një Skënderbeu që e njeh shumë mirë terrenin në çdo aspekt. Për Shkodra kishte ndeshjen e parë, prezantimi i parë i trajnerit, i 2-3 lojtarëve që mund të ketë para publiku të vetë, që mund të ketë blerë tani në janar, që prezantimi parë, ndryshimi, ardhe trajnerit, ekipi los me entuziazëm, e kupton? Dhe Shkodra e kishte këtë entuziazëm, e kupton? Gjë që vura rreth të intervistës së trajnerit, se unë me thënë drejtë nuk e kam parë të ndeshje. Kishte entuziazëm ekipi, gjë që i shërben për kampionatin, kupton? Se për mua Shkodra nuk është eliminuar dhe kurse do thosha për Skënderbeu që nga që është ndeshje me 2 takime, edhe normalisht ndeshje parë me qetësi, kurse ndeshje në Korçë pastaj them se do e kaloj me lehtësi. Them për Korçën, pasi Korça ka ekip shumë të mirë, ka një nga ekipet më të mira. Ka një mua më ngro loja që bën Korça, ekipi i Korçës. Kjo është mbi të gjitha, domethënë. Janari, çfarë ndryshimesh solli pozitive dhe negative tek Skënderbeu? Për të mos folur më pas edhe për Vllaznin, që përpos Cungut edhe ndryshimet janë të dukshme. Tani ndeshja e parë zyrtare Skënderbeu Vllaznia, sigurisht 2 skuadra e cila vetëm 48 orë kishte që ishte kthyer nga një stërvitje, do të thoya unë, në kushtet më të mira, domethënë që bëjnë ekipet perëndimore në Marabelat të Spanjës. Dhe mbas asaj, sigurisht që skuadra tashmë është një skuadër e cila ka marrë futbollistë, por futbollistët që janë larguar sigurisht që kanë peshën e tyre. Të largohet Olainka dhe Berisha, janë 2 forca që tek skuadra e Skënderbeut këta 2 futbollistë akoma nuk janë zëvendësuar. Janë zëvendësuar me 2 lojtarë, me Renatin dhe me Nafiun, me një futbollist shqiptar Maqedonas i cili ka ardhur nga Apoelit i Nikosis, por megjithatë
problemet me dokumentacionin, problemet me gjendjen fizike të sulmuesit. Kam ndjekur intervistën e Emir Eliosës mbas nesër ku tha që sulmuesit duhet të më bindin që të jenë pjesë e këtij Skënderbeu, sigurisht që sulmuesit duhet të më bindin me lojën e tyre. Edhe pse për të ndeshje problemet kanë qenë, edhe Nafiu kishte probleme me dokumentacionin, ndërsa Ratinja akoma nuk është në kotat e tij 100% ashtu si kërkon ajo. Prapë së prapi sot kishim një Skënderbej i cili, përveç dy lojtarëve që tashmë nuk i quaj më sepse ata nuk janë më pjesën e Skënderbeut. Kishim Vangjelin, kishim Salin i cili ka shkuar për analiza sepse ka dhe ai problemet e veta. Pra kishte mungesa. Megjithatë, kur shikojmë jo sa shpreu nota pozitive për Plakun. Megjithatë, kur shikojmë një Skënderbej që den minutën e, më thënë, edhe kur nuk shënon, një Skënderbej që qarkullonte topin, kishte sigurisht, por ndërkohë këte kemi po të kthesh kokën te bankina ose te stori i Skënderbeut, shikon shumë futbollistë. Ndër të tjerë do shikoj që bëhet ndrimi, më thënë, i mbrojtësave dhe futet Radas. Radas është një nga qendërmbrojtësit më të mirë të kampionatit tonë. Ndërkohë që Skënderbeu e ka të luksin, e ka skuadrën, me 4-5 mungesa sot, nga formacioni bazë mungonte Sabien Lila i dëmtuar, mungonte Vangjeli i dëmtuar, edhe Sali i dëmtuar. Domethënë 3 futbollista të formacionit që dihet tani lojtarët e ardhur janë Ratinja në sulm, nuk ka gjendje, dhe Nafiu nuk ka probleme dokumentacioni. Gjë që do të zgjidhet më thënë të marë, por prapë Josta është i vendosur që në sulm do të luajë e vetmja forcë që quhej forcë e re sot ishte Sabine Plaku. Me nota pozitive u shpreh Josta për Plakun, megjithëse tha që në rast se nuk do mungonin këta lojtarë, nuk do luante nga minuta e parë Plaku. Jo, ashtu është, domethënë ishim detyruar, tha që futëm Sabine Plakun sepse gjendja e futbollistave të tjerë, domethënë që ishte, sepse në fazën përgatitore që ka pasur në Spanjë, sigurisht që ka qenë Sali. Kështu që forca është Skënderbeut. Për të kaluar pak për të dy lavë tek Vllaznia, unë do të thoja ka filluar era cungu tek skuadra e Vllaznisë. Nuk them se ka ndodhur në një mrekulli e madhe, nuk ka ndodhur në një mrekulli e madhe, por gjithsesi tani cungu tashmë kërkon, ai ka vështirësitë e veta. Te Vllaznia janë pothuajse janë larguar të gjithë sulmuesit, është larguar Marazezi Pavicevic, është larguar Urgariani Soza. Vllaznia sot ka luajtur pa asnjë lloj sulmuesi, me një sulmues mesfushor. Ka ndonjë emër që qarkullon që mund të afrohet? Deri tani nuk akoma, më fal, por më fal tani desha sot që nëpërmjet televizionit sigurisht që ka ndodhur një incident. Po do ta flasim pak më vonë incidentin e Markut, po për ta zgjeruar diskutimin për këtë sfidë. Unë, si duket pasën parë ndeshje tjetër në paraforcit, unë pash një Skënderbej që me to 5 mungesa që me drejt tami shtoj edhe Salin, Linen edhe Vangjelin, ishte një Skënderbej toksor, pra ishte shumë i zakonshëm. Unë besoj se luajti shumë mirë Vllaznia se Skënderbeu. Unë mendoj që Vllaznia kishte 2 cilësi që Cungu i ka pas tek Laçi, do thotë që Vllaznia po i përshtatet filozofisë së Cungut, që është pressing nga sulmuesit kur topi është tek mbrojtësit e Skënderbeut, pra pressing edhe me sfush shumë, edhe se qarkullimi topit me sfush, dhe këto dyja Vllaznia i ka bërë shumë mirë. Mua më pëlqeu jashtëzakonisht loja që bëri, e vuri në vështirësinë në pjesën e parë, pati jo raste jashtëzakonshme, por në raport me sulmin e Skënderbeut, Vllaznia ishte shumë e rrezikshme. Nga ato raste për penalti, rasti që ju mohua Vllaznisë se topi doli jashtë se masansorit nuk ishte jashtë, kështu që kam përshtypjen që me këtë që dha sot, unë nuk besoj se do ta ketë kollaj për të kualifikuar, por futboll gjithçka bën vaki. Besoj që ka krijuar një ekip që nuk do ta ketë problem qëndrimin në superiore, besoj unë, nëse luan kështu. Dhe nga ana tjetër, duhet kemi të qartë që Skënderbeu edhe pa Liren dhe veçanërisht dhe Salin, është një Skënderbeu normal pastaj. Pastaj hiqet edhe Olajikën edhe Berishën. Ky ishte një Skënderbeu normal. Ky Skënderbeu nëse luan kështu, nuk ka për të pasur jetë kollajt në fazën e 3 dhe të 4 të kampionatit. Nuk ishte Skënderbeu që kemi parë ne. Unë kështu e pa ashtë të ndeshje, nuk ka problem. Mund të kemë parë dhe ndryshe nga tjere dhe por kështu e pashtë. Sepse lodhja mund të ketë qenë lodhja rrugës, janë shumë komponent, pasaj mund të ketë rinisur dhe pak më me qetësi. Ato mungesa që janë mungesa të pakta, janë mungesa që gjysmë ekipit dhe gjysmë ekipit cilësore.
Nga kjo skuadrë... Mund të themi që ishte një i Skënderbeu. Dakord jam, nuk luanin 5 veta formacioni që janë formacion stabël, nuk jam... Vllaznia ishte shumë aq më tepër. Vllaznia ka bërë lojën e vet tani. Kur mendojmë se kush hyjë, edhe pse ka problemet e veta. Edhe pse ka problemet e veta. Thashja, gjitha jo Vllazni, dje futbolli nuk ka i sulmus të Vllaznisë, sepse luajnë në ekipe të tjera. Po mirë, mos i kthehemi se kemi thënë 78 ndërmarrëtarë jemi në një klub që s'ka lojtar sepse të kesh lojtar të mirë. Sulmus, në fakt, sulmus nuk ka as Tirana. Se shkon në gjuhë ku dhe jemi në një klub që nuk ka as Tirana. Mori vendimin të merrte një trajner, mos ne drejtonin teknik trajner 4 muaj apo jo. Dhe po ta them, unë prap nuk jam dakord që shkoj kryetari i bashkisë dikur tjetër dorën lojtarëve të shtunë se kishin ishte dje, nuk jam për këtë lloj. Është aksionere kryesor, është normale. Po lere tash do akoma autorit me paratë po. Këto janë ndryshime. Aksioner. Sigurojnë që të shkodranët janë të shkoa për ndryshim. Taksa paguesi nuk e kanë problem që paratë e tyre shkojnë ke vllaznia. Kështu që nuk është problem. Aksioner bashkë paratë tua, jo paratë e tjera. Po, është atë ja ka dhënë populli me votat, s'ka bën asaj, po është problem tjetër. Unë do të them tek vllaznia në fakt është interesante. Blera më interesante për mua vllaznisë është vetë trajneri Cungu. Paktën me shqytin këtu bjem dakord, është një lojë vërtet fantastike. Filozofia e Cungut nuk është një filozofia panjore, kemi parë tek Kuksi, e kemi parë tek Laçi dhe po them që edhe tek Vllaznia do funksionojë e njëjta gjë. Fakti që edhe Endri Vrapi nuk e mendoi dy herë të shkojë tek Vllaznia do thotë që një lloj fryme, një lloj ere e re do fry. Vllaznia është ajo që është depi i futbollit edhe tregon sa herë, edhe në pikën e vet më dobët si Sfinksi që digjet me hirën e vet prap ngrihet nga hiri vetë edhe ringjallat. Dhe ajo është çfarë ndodh. Po më shumë se sa përveç kjo është pjesa e Vllaznisë, unë mendoj që Skënderbeu është ajo pjesa kur e merr tashmë me shumë terezi çështjen e kupës, sepse ka objektiva të qarta, objektiva që realisht i kanë dhënë të drejtë vizionit që ka patur klubi, thënë kjo, nuk coptojmë dhe nuk lëm këmbët në fush në ndeshjet e kupës, por ruhemi për atë që na sjell 6 milion euro, siç ishte rasti i këtij sezoni, kampionati dhe kualifikimin e mëtejshëm kup. Kupton? Kështu që kam përshtypjen që edhe nëse Skënderbeu eliminohet nga Vllaznia në ndeshjen e ardhshme, përveç se ndonjë favori mes miq, nuk mund të quhet ndonjë çudi e madhe. A duhet të ndalemi po? Mund vetëm kaq sepse ne duhet ta thoni të parë se ju që duhet i urojmë shërim sa më të shpejt të dy dëmtuar Markut edhe Ademirit, sepse ky është një futboll dhe një përplasje ka pas një gabim te kronika në fakt nga gazetari. Duhet ndalosh, domethënë ka pasur një gabim te komendi është në pjeshka. Ka pasur një përplasje me kokë në mes Antonio Markut edhe Ademir Sozës. Janë larguar të dy me ambulancë, gjendje shpirtërore. Të dy futbollistët janë dëmtuar, kanë shkuar me ambulancë dhe ka pasur shumë hemoragji nga të dy futbollistët. Unë do të thoj që ne urojmë shërim të shpejtë sepse patjetër, gjendja shëndetësore është stabilizuar. Është normale, është me sa kam informacion. Presin ta marrni kupën, ne vazhdojmë kampionatin. Priten që futbollistave të dalin analizat për sa i përket që mos kenë probleme për sa i përket sepse hemorragjia nga të dy futbollistët ka qenë shumë e madhe. Edhe ne duam që të urojmë sepse Antonio Marku është djali i kolegut tonë gazetari Kasper Marku. Edhe Ademiri ka një bab diku kështu të dy do të urojmë pse mundon. Mirë, doja të diskutoja pak me Bledi në fakt incidentin në shkallët e stadiumit, që në fakt nga informacionet edhe të Panorama Sport është plagosur një polic, thoshin, që tentoi të ndante një konflikt mes dy tifozërive, po nga pamjet që në fakt unë pash aty. Në fakt është polici që plagos jo pak një tifoz. Por është për të parë. Më bën jashtëzakonisht habi që një efektiv. Kjo është më shumë se ka. Polici ka shkuar të marrë një flamur që më duket se është flamur i kroat, nuk e di a ka detyrë ta bëjë atë apo jo, domethënë. Dhe nga aty ka lindur konflikti pastaj sepse nuk ka po ta shikoni, është një flamur kroat që nuk e di për çfarë arsye ishte mes tifozëve, ai duke shkuar të rrequr atë flamur atje don. Unë kam përshtypjen ndoshta po them po bëj një deduksion, duke qenë se ka lojtar serb mos gabojmë tek Skënderbeu. Dhe jo kroatë, duke qenë se janë është kontrasti politik ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë dhe kam përshtypjen mund të jetë një flamur. Jo, po tani nuk fokusoj se cili policë është plagosur. Portieri? Kush? Cili policë është plagosur? Jo, Skënderbeu s'ka asin serb, ka një kratë i vetmi kroat është Radas. Radas, ose është një flamur që është për Radashin atëherë që
Që mund të shkuar diçka kundër, po nëse është dhunimi simboleve kombëtare aq më tepër flamurit të një shteti mik, atëherë pa diskutim që ndërhyrja për te eksesi dhunës është një ndërhyrje me vende e forcave policore. Nuk e di pastaj se ku ka ndodhur incidenti ku pretendohet që një oficer policie është goditur me stol nga tifozët e Vllaznisë. Në kokë. Po unë shikoj këtu. Unë në fakt vërshimi është kaq i madh nga ana e policisë dhe nuk po shikoja më përpara ndonjë lëvizje. Mund të ketë pas sinjalizim ka mbështytjen nga arbitri 4 ose nga vëzhguesi i ndeshjes. Ky çuni që morën policë kishte një flamur. Është flamuri kroat. Dakord me qoftë kushtoj. Incidenti me stolat nuk është shall, është tjetër. Po mund të jetë dhe shall. Këtë nuk e kuptoj. Jo, nuk është shall, është flamur. Mundet e kam gabim. Po diskutojmë për atë që shohim, është flamur. S'mund të jetë shall. Dakord me flamur. Po mund të jetë gruaja e Radasit, a vllai. Kjo është nuk e di ç'a është. Është kroat. Kroat. A ka drejt ajo gruaja vet apo i vllai? Apo fëmia vet ta marrë flamurin kroat? Këtë nuk e di. A quhet provokim, as quhet që ta dinë dhe njerëzit se ndodh prap nesër. Sa ai policia tje e ndoj që atë tje ka flamur, si shton zotria, të shti a bëri në i faj ky që kishe flamurin kroat, apo jo? A kishe drejt polici, apo jo? Ky reagim është shumë i tepruar nga ana e policisë, kjo është pak po sigurt. Sepse ai thjesht ka kundërshtuar flamurin. Prandaj është gjëja më e thjeshtë për të qenë patriot, pse patriotizëm është ky. Që ta marrësh tjetrin ti se ka një flamur familjes vet. Po që ta marrësh profesor është gjëja më normale, po mua më duk sikur nuk po e merrte aty. Po duhet të hyj asaj se ta shohin tjerë. Po zgjidhni të tjera çështje. Kjo s'ka ndryshuar me tradh policia në stadium. Kam përshtypjen që ky lloj eksesi si në vitet 90. Pa vitet 90 të merreshin me gaz që ishte xhip që ishte çojshim dajtën të vishëm kom. Ku bëhej zhurmë në stadium, të rrifshin me fjalë. Se ti jo të them, na mungojnë shumë ato kohë. Po ti se quhet provokim, problemi është që janë në sytë e kamerave dhe ne tash në vend që të merremi me gjërat që janë për të bërë, për të folur në këtë ndeshje, merremi me për mua. Jo, ato. Një sekondë për dakord, e mora vesh, për një sekondë për. A mund ta mori fjalën pastaj dakord. Ky është teprim i funksionit të policisë në stadium. Policia në stadium nuk duhet në sy, për çdo arsye, të marrë dhe godasi një lojtar, që do të ka një tifoz, që do të këtu është një moment që as ai polici u konfrontua nuk është. Është tjetër i shkon i gjuan, kjo nuk është diçka i duhet parë në stadium dhe kam përshtypjen policia duhet në mënyrë tjetër të japë shpjegime pse ndodh kjo gjë. Sepse mund të ketë një motiv dhe ne nuk duhet të flasim këtu pa ditur çfarë motivi është ka. Por çdo lloj motivi për mendimin tim nuk duhet të çoqen mes njerëzve aty, në mes të kamerave, ta shikoj Shqipëria, ta shikoj edhe më larg se aq, që një tifoz rrihet në atë mënyrë, sepse ajo nuk është as mënyrë profesionale për të drejtuar, për të trajtuar një person që bën një gabim në stadium. Qoftë edhe faj qoftë ai. Kjo këtu është e patolerueshme që ta shikosh. Mirë, duke marrë shkas nga këto pamje vërtet të shumtuara, e iniciova dhe këtë temë diskutimi, por duhet të shkojmë pak tek momentet e diskutueshme të kësaj ndeshje. Kemi dy momentet të diskutueshme, një për Vllaznin dhe një për Skënderbeun. Shohim fillimisht rastin e Skënderbeut, ka një pretendim për penalti për një prekje topit me dorë. E shikoj momentin. Dhe ju lutem gjykojeni nëse është apo jo 11 metërsh. Kjo është penalti. Kjo është penalti e pastë. Ai ka qenë drejt, ka ngritur dorën e djathtë për të kapur topin. Kjo është penalti. Dhe ka devijuar lëvizjen e topit shumë gjatë. Sado gjithashtu ky është përballë dhe kur e ka parë topin dhe ka ngritur dorën në instinktive, ka ngritur, që është përballë. Ka ngritur dorën aty, nuk është se kishte punë dora këtu don. Për mua është penalti. Mu penalti. Shikojmë tani një rast tjetër në anën e kundërt për Vllaznin, edhe aty ka një pretendim për penalti, për një prekje topit me dorë. E shikojmë edhe këtu momentin. Ky është momenti. Kjo është çik më tepër penalti. Kjo është më tepër, po duket se topi ka dalë. Jo, nuk ka dalë, nuk ka dalë. Nuk ka dalë, e ka dhënë kamera tjetër dhe nuk ka dalë, jo. Kam përshtypjen që duhet parë nëse topi ka dalë apo jo. Shiko, ai nuk e jep. Është penalti, por vetëm nëse nuk ka dalë topi. Shiko, Ansori nuk e ka dhënë jashtë topin. Ansori ka ndonjë nuk ka pritur të shohë çfarë bëj. Po tash shikojeni atje. Nuk fal, aty kush Ansori nuk e di ku është Ansori. Nuk thotë, shiko. Po ta shikoni apo nuk është në linjë Ansori me Sulmin në fakt. Mendimin tim është kjo penalti neto.
Pra, janë 2 penalti të padhëna sipas juaj. Jo, nuk ka dalë topi, nuk ka dalë topi. Kur gjuan topin ky vllaznis. Po, s'ka dalë topi, duhet kjo penalti. Aty duket që s'ka dalë topi. Duket se ka latët. I ka komat më. Ajo është lartë fare i ansori. Kompensimi. Kompensimi? Teoria Se kompensimi? këtu vetëm kompensim, se që tjetër se rregullore e ka fare që me dorë të hapur, nuk e thashje, në qoftë se nuk ka dalë jashtë, se po ke dalë jashtë. Sepse ishte një top që normalisht do futen prapë në aksion dhe mund të ishte Po mundësi ke goli. dalë jashtë, nuk ka komente. Tani ne nuk e shikojmë akoma se s'ka dalë. Ka interpretime të ndryshme, po që normalisht ta presësh topin që mund të futet në aksion dhe mund të jetë mundësi për gol, pa diskutim që është penalti. Prekja është ashiqare. E vetmi dyshim që kam është nëse momentin kur lojtari vllaznisë ka futur topin në lojë, po themi, ka qenë apo jo topi brenda në vjen në jashtë apo brenda. Atë është në zonën ansori. E pra, por vetëm këtë dyshim kam nëse është apo jo. Ka konsu topin, kur ka ra me komën në tokë, ka ra me navizës. Po ta shohim, po ta vazhdoj dhe çik po tem. Ja, shikoje me kujdes. Kur ka ra në tokë tash ishi. Jo, ka rënë jashtë, shumë jashtë. Është shumë jashtë edhe jashtë. Jo. Shko ka këmë mbështetëse. Janë 1 metër largësi, që do thotë që mund të jetë jashtë. Po ka një kamerë tjetër që është këtej, që këtu nuk e shikojmë në kamera këtu, që e ka dhënë gjatë ndeshjes, edhe ishte më dukshme që nuk ishte. Plus që janë sori atje, para punës ishte 4 metra mbrapa aty ku duhet të jetë. Si sa mbrapa është. Se do të ishte me lojtarin e fundit. Jo, ai bie ta shohë kështu. E dyta ai nuk e ngre flamurin, ngre flamurin për të thënë që ta shohë ai ansori më tos më ta. Ansori desha edhe 3 metra, 4 metra çonte ke via për të pa drejt. Mirë, e ndërpresim këtu diskutimin për vllaznia Skënderbeu dhe shkojmë në Laç, aty ku skuadra vendese ka fituar 2-0 me Partizanin në ndeshjen e parë të Kupës së Shqipërisë. Edhe për Partizanin ka shumë pikpyetje për kualifikimin. Ndjekim gazetarin tonë Erion Shkëmbe. Dy perla të nigerianit James i dhuruan Laçit një fitore të pastër përballë Partizanit. Në premier në 2 trajnerëve debutues, eksperienca e Stavirnicës rezultoi fituese. Busti i trajnerit Agostinelli ngriu, ashtu si skuadra e tij, që shfaq një lojë të vakët dhe pa ide. Rezultati 2-0 jep qetësi dhe besim laçanëve për ndeshjen e kthimit që tashmë e shohin veten me një këmbë në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Vendasit e nisën takimin menjëherë me një mundësi të ideuar nga dysha James Nimani, me sulmuesin shkodran që provoi me një kthes të menjëhershme në zonë, por gjeti në pozicion portierin Hoxha. Në minutën e 8 Partizani kishte një mundësi të artë, teksa daje brenda zonës së reptësisë goditi fort. Por Vujatinović bëri mrekullin duke shmangur një gol të sigurt. Me të dy ekipet të ngjeshura në mesfushë zhvillua një pjesë e parë luftuar fort për çdo top. Gjyqtari Alla kishte jo pak punë, ku ju desh të fuste dorën në xhep në më shumë se një herë. Pjesa e dytë nisi me një perl të James. Nigeriane përfitoi nga një hezitimi mbrojtës së kuqe, duke ndëshkuar Alban Hoxhën me një të djathtë kalibri. James dhe njëherë vërtetoi pse është një nga sulmuesit më të largëmuar në kategorinë superiore. Partizani u përpoq të reagonte me goditje nga distanca, si në minutën e 54 me Trashajn. E përsia e golit i dha qetësinë e duhur skuadrës së Laçit për të përfituar nga çdo gabim i kundërshtarit, dhe goli i dytë erdhi pikërisht nga një top i humbur në mesfushë nga Felipe Gomez. James nuk shpërderoi duke shënuar Alban Hoxhës në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin kënd. 2-0 dhe e gjithë skena është për të. I çorentuar nga 2 golat Agostinelli dhe e gjithë skuadra e Partizanit, e kishte të pamundur të bënte diçka më shumë. U rikthye të luajë me topa të gjata, por pa qenë kërcënues në asnjë moment. Nëse kishte një moment negativ për Laçin në këtë takim ishte pikërisht kartoni i kuq i Emiliano Çelës, që ndërbrëtësi ndëshkohet me karton në 2 të verdhë në minutën e 77, duke humbur në këtë mënyrë ndeshjen e kthimit. I mbetur pa shumë zgjidhje dhe shpresë, trajneri italian e nisi me zhgënjim premierën e tij në futbollin shqiptar, ndërsa skuadra e Laçit të vazhdon të qetë në objektivin e tyre për të bërë mirë në Kupën e Shqipërisë. Është rrugë gjatë. Rezultati 2-0 është komprometues, sepse do llogaritë mirë të vënë në gjumë, sepse thuhet që kalon, nësa mendoj që do një 1-1 maksimal në ndeshjen e tij. Ci stava questo risultato, abbiamo Nuk e meritonim një humbje të tillë, pasi në pjesën e parë kontrolluam ne lojën, ndërsa në pjesën e dytë u ndëshkuam me 2 gola nga 2 goditje në port. Megjithatë, dua ta them se gjithçka është e hapur për në ndeshjen e dytë, se do të kërkojmë kualifikimin. Na mungoi finalizimi,
pasi na munguan lojtarët ofensiv. Suka, Iračić, por edhe Vila nuk ishin të gatshëm për këtë ndeshje, ndërsa në stol kisha vetëm Vatnikajin dhe 4 mbrojtës. Nëse do të kishim më shumë alternativa për sulmin, do ta gjenim edhe më lehtë rrugën e golit. Sa i takon Mercatos, duhet pyesni drejtorin Dervishi, pasi është ai përgjegjës për këtë punë, ndërsa pres që ta afrojmë sulmues në ekip. Partizani dhe mundësit në Kupën e Shqipërisë. Po unë do të thoja që është një hap falës për mendimin tim i Partizani, pasi shorti edhe pse e ka vënë përballë një skuadre që është po t'i referohemi 2 viteve të fundit, është 2 herë fituese e Kupës së Republikës. Është një skuadër që dhe pothuajse 2 herë ka eliminuar Partizani. Edhe vjet e ka eliminuar Partizani. Po, vjet ka qenë një përmbysje e çmendur, do thoja unë, që e kemi komentuar gjatë, se mas fitores të Partizanit 2-0, unë mund 3-0, po për të kaluar tek takimi i djeshëm, që unë thëmë djetën e bashkë me Tosin e kemi ndjekur në Laç, do të thoja që ishin 2 gabime shumë elementare të 2 lojtarëve që normalisht po të shikosh golat e Laçit pa edhur fare, i jetë dyshimi mbi lojtarë që dihet se autori golit Jamesi është nga sulmuesit më të mirë të kampionatit shqiptar dhe normalisht po të shikosh në mënyrën e ekzekutimit i ka marrë të 2 golat i ka marrë në mënyrën më të mirë. Por unë do thoja që nga Partizani priteshe shumë. Tani tashmë Partizani ka ardhur me një fytyrë tjetër. Tani Agustinelli duhet tregojë se çfarë do të bëjë te skuadra Partizani. Partizani e ka mbyllur projektin Kupa e Shqipërisë sipas jush, profesor, dhe nga eksperjenca që keni me këtë rezultat dhe ato që ka paraqit në fushë? Unë mendoj që nuk e ka mbyllur, se si thash dhe përpara që Kupa ka dhe specifikën e vetë, futbolli ka, pastaj ka prishat e tij, kështu që nuk mendoj se e ka mbyllur. Mundësit janë të pakta. Por unë mendoj që këtë çorp apo këtë gjell, në rast se po flas me gjuhën popullore, Partizani duket e gatoi vetë. Partizani ishte një moment që kishte nevojë për korrigjime apo për një revizionim. Edhe që të bëheshe. E kishte kështu situatën dorë edhe ishte shumë normale që mund punohesh edhe mund bëhesh një diçka, se nuk ishte jashtë objektivave, pavarësisht se nuk ishte zbriti nga vendi i parë, vërtet. Pavarësisht nga ky fakt. Dhe çfarë bëri? E futi gjithë në revizionim kapital, e futi gjithë makinerinë e vet. E futi në oficinë dhe e zbërtheu fare. Që du të them me këtë? Du të them me para punës njerë, më duket e pa kuptim fare, që t'iki trajneri apo stafi drejtues, nuk e di, edhe të marrë një tjetër. Mund t'jetë shumë i mirë, që nuk e di se qarë është. Po në këto momente, vetëm këto momente nuk do të bënde Partizani këtë gabim. Mbasi, thash, ishte fut në atë ingrenajet e veta dhe kishe nevoj, kurse të shti, erdi ky trajner, mund t'jetë shumë i dhe të shti, ky po bën një revizionim kapital. Po të futesh të shin mes kampionatit dhe të bësh të revizionim kapital, do të thotë që ta fillosh nga 0, apo nga 2, apo nga 3. Partizani nuk është ekip. Me pretendimet që ka. Me pretendimet që ka, që të bëje këtë. Kjo mund të bëjt Cungu të Vllaznia, për faktin se s'ka alternativ tjetër. Po bëj këtë që të shpëtoj. Ndoshta, po ja fal edhe Flamurtarit, trajnerit Flamurtarit, që me objektiva dhe jo ka qenë ndryshe. Po nuk mund bënde këtë lloj eksperimenti Partizani. Edhe besoj që vetëm nga ky fakt Partizani, jo që ka shumë vështirë Kupën. Ka humbur pikë në raport me Skënderbeun? Po, jo pikë, po Partizani besoj që vetëm do bëj regres këtë fazë. Besoj, nuk ja uroj. Nga parashikimet e eksperiencës që ke në kampionat. Nga eksperiencët vetëm do bëj regres. Se sa të vish t'i vësh tull në tull, të shti nuk e ka ma. Vësh t'i ato tulla që do ti. Kurse ashtu, ishte, vinte pastaj qeshoria, shtatori, augusti. Ndikoi ndryshimi i stolit apo dhe ndryshimet e tjera në skuadër tek, le të themi, tek kjo ndalesë në Laç dhe Volli? Jam dakord me profesorin, është çmenduri, domethënë. Vetëm këtu ndodh kjo gjë që trajneri në vend të që qenë në vend të parë, kaq javë dhe që javën e fundit kalon në vend të dytë me 3 pikë diferencë dhe të shkarkohet dhe reformim. Qa reformimi? Se po e marrë vesh reformimi që mund të se bepi kjo reformim. Reformim klubi. Edhe fillon nga trajneri reformimi, kur mund të fillosh nga akademia poshtë deri lartë. Kurse trajneri ka pikët, ka ekipin, ka grupin,
me 2-3 përforcime që mund korrigjime që mund të bënde tani në janar dhe kjo prapë okej, deri në fund për pastaj e merr se merr është tjetër gjë, e kupton. Edhe unë pas ndeshjen ekipi që komplet i orientuar, sidomos me pasimin e golit të parë pastaj hallakati totale, se trajneri është italian, sa të marrë vesh kampionat shqiptar, sa të trajneri italian mund ta marrësh në qershor, ke 2 muaj kohë, 3 muaj kohë sa të fillojë kampionati. Tu të edhe nuk ta përkthejnë mirë. Ja, pa i të shketi sa ta përkthej ai normal, e kupton. Unë se di, jam çuditur kur kam parë në televizor që është kërkuar trajneri Starova, kupton që është adapt i këtij kampionati, një nga trajnerët më të mirë, unë kam punuar dhe vetë, isha ndim si ti, e kupton? Nuk kam pasur shumë futbollista do të shpreja Agustinelli mas ndeshjes. Po ja, do bjerë italian të tjetër, të them të drejtën, ajo është, por ai nuk është se i njeh tërë futbollistët, sigurisht që ai, më thënë, sigurisht ai ka parë. Kjo është gjë. Jo, ashtu është. Do të jetë italian ai, në 9 lekë punë menaxherësh, punë. Është e vërtetë që Partizani dje luante me Vatnikën në sulm, me Vatnikën, me një futbollist që e kishte uazuar tek Tërbuni dhe që u rikthye. Është shumë mirë, ai shumë mirë që u rikthye. Është ideal produkti i Akademisë Partizani, nuk ka asgjë të keqe. Jo, ajo shumë mirë, po një Partizan që nisi kampionatin me Sukajn, me Plakun. Po pra, tashmë Plaku është larguar, Rasić nuk është në formën e tij. Tani kërkojnë sulmues sepse Suka ishte dënuar. Suka ishte dënuar, Rasić ishte dëmtuar, Sabino Neoli kërkojnë sulmues tani. Po ti Sabinon e ke? Jo më shumë se 6 ditë vjen ndeshja po me Laçin po këtë radhë në kampionat, mas 2 javësh tjera është prapë me Laçin për kthimin e Kupës së Republikës. Tani imagjinoni, luajti braziliani Filipe, ai numri 6 Gomes i luante. Do të shikohet që tani kemi pasur një mesfush, tani ka thënë një fjalë që gjë, kur të vi ky Gomes, kë do heqi, sepse dje për shkakun nuk luante Bafa, se është i dëmtuar. Tashmë Partizani ka një fizionomi në mesfush. Edhe lojtarët e huaj që do vinë, gjëja parë do të shikohen, presori ka një shprehje të presorit, nuk e harroj që kur erdhën futbollistët me nigerian ose futbollistët e huaj në Shqipëri, presori tha, me gjithë respektin që mund të kem, tha, përpara çunave tonta, duhet kemi diçka, tha. Nëse ai nuk është mbi 40% më i mirë se një futbollist i jon, atëherë ai nuk ka vend informacion. Mirë, po ky Elshani që erdhi si afrim i bushëm në merkaton e janarit, po u largua. Të them të drejtën për Elshanin është, domethënë, vetëm drejtori i Partizanit mund të përgjigjet, sepse vetëm ai është ai që e di që të paktën nga informacionet që kam unë është që kërkonte me kusht që të ishte informacion. Më këtë e di të sigurt, që në kontratë për çështje informacion, kërkonte në kontratë të ishte në informacion. Në qoftë se ka qenë e vërtet kjo, unë nuk e di sa, domethënë paktën sa profesionale është kjo. Kjo s'do të jetë, nuk e di se një lojtar që bie nuk bie, nuk e di se si mund ta vesh kontratë që unë shkruaj me Partizanin, po duhet të jetë informacion. Po të jetë kjo, uroj që mos jetë kjo sepse po informacionin e kam kështu. Një nga arsyet që ka ikur është që unë në shkruaj kontratë edhe megjithatë s'do të bëj komente sepse nuk kam informacion më tepër se kaq. Ajo që mund të them më shumë në këtë rast është që unë jam shumë i gëzuar që marr pjesë në ndërrimin e Partizanit, po Partizani më duket se po e ha haku i mosmirnjohjes dhe e ka nisë që vjet me ndërimin e xhipin. Dhe po e them unë që e kemi parë nga jashtë futbollin e Partizanit me ndërimin e xhipit, që është një super lider dhe e trajtuan si mos më keq. Dhe vetë skuadra Partizani nuk e shoh problemin tek trajneri, si iku si serdi. Partizani ka një 5 ndeshje e fundit që është përbër fare si grup. Nuk ekziston. Duhet të kesh parasysh një tifoz i Tiranës nuk mund të bëj komente për Partizanin se ke konflikt. Jo, e thash që në fillim, jam shumë i gëzuar që marr pjesë në ndërimin e tyre. Por ama që unë e diskutoj edhe me kolegë tifoz të Partizanit dhe ata janë gjithë të dhëruar, dhe po ta them, ndoshta shpresoj shumë ta dëgjojë dhe presidenti i Partizanit, ata janë gjithë të zgënjur për mënyrën se si është trajtuar ndërimin e xhipit dhe nuk është më pak keq mosmirnjohje edhe rasti i Bobit edhe shumë tjerëve. Pra është një skuadër që armiku kryesor i Partizanit është vetë Partizani dhe ja ku e keni një rastin konkret. Nuk është humbje normale të humbësh 2-0 me Laçin edhe mos të japësh asnjë lloj gjë në fush. Pavarësisht se çfarë probleme është mund të kesh. Kampionati ka filluar edhe kupa ka filluar, skuadra duhet të ishte formatuar. Nëse ata nuk duan të fitojnë, më keq për ata, edhe më mirë për ne që shpresojmë të kemi një kundërshtar më pak. Por ta siguroj që kundërshtari i vetëm i Partizanit në këtë rast, po rezulton që është vetë Partizani dhe drejtuesit e tij. Këtë gjë do e shikojmë. Po le ta shikojmë, Bathët me që e keni edhe në skuadër nuk duken të mira. Se Batha nuk duhet, por Bathat mund duken të mira. Kjo ishte një ndeshje shumë interesante për të parë, sepse duhet provuar nëse ajo që Partizani ka ndërmarrë në këtë fazë
pushimi ishte apo jo efikase. Unë besoj që me atë që pash pjesën e parë, Partizani luajti më mirë se Laçi, pra i e vurin në vështirësi Laçi, po me lojë, jo natyrisht me shumë rezultate o me efikasitet. Prandaj kam përshtypjen që ndeshja e kthimit do jetë ndeshja përcaktuese. 2-0 janë shumë, po dhe nuk është një rezultat që nuk kthehet në kushte të caktuara. Kështu që kam përshtypjen që ne do nuk e vjet pse mos të kthehet si vjet. Jo, nuk. Unë shpresoj të mos kthehet që të mos jetë si vjet kthimi, sepse nëse do ishte kështu. Nëse do të ishte se Tami jo se ti e ke vështirë ta thuash, po Tami tha ishte kthimi i çmendur, ai nuk ishte absurd, më tepër se i çmendur, bile më i keq se sa edhe absurd. Por atë mos ta rikujtojmë, se nuk na leverdis në fazën e ditës parë që po shikojmë futboll për 2016. Po unë nuk besoj se do të jetë ashtu, sepse nuk besoj se Laçi do hapi rrugë, se nuk ka tjetër mundësi për të shkuar në Evropë, dhe Laçi është mësuar me Evropën edhe kam përshtypjen unë me shumë kënaqësi, besoj ta marrë, nëse do ta marrë nëpërmjet kupës. Kështu që ishte një ndeshje që nuk e mbyll për mua ecurinë e Partizanit përpara. Bile Laçi duke u gëzuar rezultatit duhet të ketë kujdes, sepse kam përshtypjen që domethënë Partizani kjo t'i shërbej nëse do të ketë sedër dhe le të themi domethënë përkushtim për të hedhur poshtë edhe këto që thuan. Po pa diskutim që po. Domethënë kjo është e bukur e sportit, nganjëherë fjalët negative ose ato opinionet negative të nxisin, nuk kanë mbaruar tek Partizani. Është e vërtetë që nuk duheshin bërë këto ndryshime, por nganjëherë nuk i dihet, nganjëherë ndryshimet domethënë mund të jenë fillimisht gjithmonë kështu, është e vështirë, pastaj mund të çojnë drejt rezultatit. Unë jam dakord që na duhet një Partizan për të realizuar Skënderbeun. Ne duhet një Partizan i fuqishëm për të patur një kampionat të bukur. Dhe unë do thoja që Partizani i dy fazave të para, kur Skënderbeu të ikin dy lojtarë që ikën, mund të mjaftonte ai që ishte për të krijuar probleme domethënë. Kështu që ta futesh në rebusin që si do jetë Partizani, është çik problem. Dhe po e them që tashti, qofshe gabim, zgjedhjet janë të Partizanit, zgjedhjet janë të klubit, zgjedhjet janë të njerëzve që jetojnë gjithë ditën me Partizanin. Unë besoj që heqja e Starovës edhe vendosja një trajneri të huaj, kushdo qoftë ai, nuk kishte zgjedhje më e mirë. Jo sepse Starova është shqiptar, por edhe sepse një trajner shqiptar dhe një trajner si Starova do i bënte më tepër punë Partizanit sot sa një trajneri huaj që i duhet kohë dhe Partizani nuk ka kohë për të ambientuar. Por ka dhe një gjë tjetër kam përshtypjen, edhe në fakti që ata kanë vendosur dalin Starova një arsye duhet ta ketë. Qofse Starova më mbajti ritmin, dhe por e pa që në një moment grupi u shpërbë dhe shpërbërja e grupit për një trajner që problem shumë i madh. Nëse drejtuesit e Partizanit e kanë kushtuar. Një sekond, të lutem, më lër të bëj deduksionin dhe nëse ke informacione ti nuk je besueshëm sepse ti kur thua që duhet ta heqin atëherë të thonë mirë që po gjao. Jo, ka një arsye që mund të ketë, jo, mendoj kjo. Kjo pikë sepse nuk ju shpërbos skuadrën komplet. Po ju shpërbon më burr. Po nuk ka shans. Po ka 4 ndeshje që s'bën futboll fare dhe ja. Të rëfojnë ndjes, por nuk dhe jam mbushim mund të tjetër. Unë nuk po them, unë uroj të jem gabim, se nëse unë jam gabim, Partizani dhe jetë aty... Qa me të ma ndryshimin e trajnjerit. Dëso, po them këtë, më lejoni të them këtë, kam ca vite që shikoj e se mund në futbolin, nuk mbajmë në i trajnjer të huaj që të ketë bërë, të ketë marrë, kush një fund që ka marrë kampionatin këtu? Lëvi me Skënderbeun. Me Skënderbeun, se kush e ka marrë Skënderbeun, e ka marrë trajneri, a e kanë marrë lojtarët, a e kanë marrë presidenca, ato kampionate atërshme. Filozofia Lëvit është tjetër gjë doon. Është respektuar. Nuk po them që s'është ai, por më thua një tjetër në këto 10 vjet e fundit. Haxhi Osmanović te Vllaznia në 2001. 10 vjet e fundit e mund na ngjelet. Tash i lutem 10 vjet e fundit se ne të shkencës flasim me 10 vjeçar, nuk mund të flasim me 20 vjeçar, janë shumë ose jo. 15 vjet përpara. Mirë, do të zgjerojmë diskutimin ton, shikojmë edhe kronikën Teuta Kuksi, fitoren e skuadrës së Maganit në sfidën e parë qeverisfinale të Kupës së Shqipërisë dhe rikthehemi sërish në diskutimin ton. Teuta fiton raundin e parë të qeverisfinales së vlefshme për Kupën e Shqipërisë kundër Kukësit, por nuk mund ta bëjë gjumin e qetë, pasi avantazhi i vetëm një goli nuk jep asnjë garanci në një fushë të vështirë si ajo Zeqiri Merit. Magani beson formacionit me të cilin luajti në pjesën e parë të sezonit.
duke lënë në stol goditjet e Janarit, Lena dhe Kadriun, ndërsa Duro kishte arrestuar skuadrën më të mirë të mundshme. Rastin e parë për shënime pati Teuta, ku në minutën e 4 Magani nuk arriti të shfrytëzojë një mundësi të mirë, pasi portieri Koliçi u tregua më i shpejt se ai. Në minutën e 12 replikon Kuksi, kur Dvorneković i vidhet mbrojtjes, por nuk stopon siç duhet, duke i dhënë mundësi Moçkës të kontrollojë topin. Ndeshja do të zhbllokohet në minutën e 20. Mbrojtja kuksiane gabon, duke mos larguar topin nga zona, ndërsa përfiton Ardit Hila, që kontrollon dhe godet sakt në diagonale, duke mposhtur Koliçin për përsinë të zotëve të shtëpisë. Teuta ka ngul për të gjetur golin e dytë, por nuk do të ketë thellësinë e duhur në finalizim, ndërsa të dyja skuadrat do të kërkojnë të befasojnë nëpërmjet goditjeve standarde. Edhe një herë do të jetë Kuksi që do të kërcënojë man të Dvornekovićit, por ky i fundit do të vonojë të godas, duke ngushtuar shumë rrezën e portës dhe duke mos rrezikuar siç duhet. Në minutën e 41, Eri Lamçe ka një mundësi të artë për të fishuar rezultatin, por do të reagojë shkëlqyeshëm portieri Koliçi, që e vrushton goditjen e Lamçes. Pjesa e dytë do të nisë me zëvendësime nga të dyja kampet, ndërsa në minutën e 66 kuksianët do të pretendojnë një penallti, por do të vijojë lojën Jorgji. Një minutë më pas është Qyrbja që bën një ndërhyrje të rëndë dhe lë vendasit në inferioritet numerik, por Kuksi nuk do të ditë të administrojë përsinë lojtare, pasi në minutën e 80 do të krijojë mundësinë e vetme për pjesën e mbetur të lojës. Por edhe atëherë është në lartësinë e durë Moçka, që i mohon golin Izair Eminit. Mbyllet 1-0 në Niko Dovana, por gjithçka do të vendoset në 90 minutat e Zeqi Rymerit. Si ndeshje pare e 2016, unë mendoj që skuadra dha ato përçmëri që ne kishim, megjithatë po të ishim pak më të kujdesshëm, rezultati mund të shkonte edhe me 2-0, po në të njëjtën kohë edhe në momentet e fundit mund të ishim dëshkuar për shkak të presionit kundërshtarit, por edhe për shkak të asaj që në 30 minuta ne lutëm me një lojtar më mangët dhe normalisht kishe disekuilibër skuadra sepse kundërshtari ishte superioritet numerik. Megjithatë do të thoya që rezultati i bardhë mbrapa pra me 0, sepse kupa ka element që nuk duhet pësosh në fushën tënde, dhe në fushën kundërshtare quhen 2 gola. Unë do të thoya që do jemi shumë kujdesshëm neshjet e kthimit. Kemi hedhur një hap, po jo shumë të rëndësishëm, sepse normalisht janë 90 minuta. Do të flasim me këmbë tokë, ajo çka na duhet në këto momente është ta harrojmë të neshjen. Ne kishim ardhur sot në Durrës sigurisht në ndeshjen e parë të kupës për të marrë një rezultat pozitiv dhe unë rezultat pozitiv quaj fitoren. Normalisht jam i kënaqur me impenjimin e gjithë futbollistëve dhe me atë çka dhanë në fushën e lojës për vetë fazën në të cilën ndodhemi, kur vim nga një fazë përgatitore dhe sigurisht e kishim vlerësuar maksimum këtë takim. Normalisht përsuam një gol aksidental të cilin nuk duhet ta pësonin sepse nuk ishte rrjedhoj logjike e presionit të Teutës apo e lojës saj, por normalisht futbolli i pranon edhe këto gabime dhe ekipi reagoi mirë dhe u mundua që të korrigjonte këtë gabim dhe të shkonim drejt portës dhe të gjenim rrugën e rrjetës. Kemi bërë një ndeshje të parë dhe mendoj që në ditët në vazhdim dhe do të punojmë sigurisht shumë siç kemi punuar këtë ditë dhe mendoj që edhe për këtë jam i sigurt që në ndeshjen e dytë do të jetë tjetër ndeshje si në lojë dhe po ashtu dhe në rezultat. Rikthehemi në studio, pasi kemi ndjekur dhe Teuta Kuksi. Kuksi, në fakt, e shikoj pak me probleme, duke qenë se ka 4 ndeshje që nuk po fiton, si në kupë dhe kampionat, që nga 6 dhjetori 2015. Është një skuadër që ka vënë disa pikpyetje vetes për objektivat në të dy frontet. Për mendimin tim, se dha aty ku është tashimi fjalë ka bërë diçka, ka arrit diku me fjalë në kampionatin shqiptar, Superligën shqiptare. Nga ana tjetër, neshje djeshme me Durrësin, ishte neshje e fort, neshje e bukur, neshje që u lut ka të dyja anët me fjalë, ndoshta dhe kartoni kuq u lit çik, po megjithatë nuk e heq meritën Teutës me fjalë se ka çuna të ri, çuna që fugojnë edhe sot në futboll, po sfugove, po zvrapove me fjalë nuk je asgjë. Dhe të mendosh që Kuksi ka qenë finalist i Kupës së Shqipërisë në 2 sezonet e fundit? Të që do të pranojmë që këto vitet e fundit Kuksi është atje ku është. Kuptohet me merit, me krijimin e këtij ekipi që erdhi nga kategoria 3 më pas erdhi tu është. Por ka një merit shumë të madhe, të thosha ekipi Durrësak,
apo më mirë të them trajneri Magani, mësi është një trajner, aq sa është pragmatist, aq është edhe që e bën atë shkencën aplikative. Do më thonë, ai nuk kërkon me mjell misri të bëj bugruri. Ai me mjell misri kërkon të bëj bukmisri. Apo me mjell gruri kërkon të bëj bugruri. Jo, me këtë që po bëmë profesor, po me grur, duket. Jo, pikrish për këtë. Do më thonë, a i merë maksimumin e mundësive të veta. Ka një ekip... Përsa që të rinë të puna mjë misë e bëmë bëllokume, i thënë saj. Kjo është ta mëmë do më ju afrojemi, po ju afrojemi për bëllokume. Kjo mund tjetë, ndoshta, që të tani. Po e kam fjallin që a i merë maksimumin ati ekipi, është një ekip pa shumë buj, pa shumë emra, pa shpenzime, edhe me këtë du të them që a i tregon që kur lojtarët punojnë, kur trajneri punon, jo se trajnerë tjerë nuk punojnë, jo se lojtarë tjerë nuk punojnë, se gjithë punojnë në mënyrën e vetë. Por është qikë më kongullës edhe di qa kërkon, edhe di qa merë. Loja është e hapur, pa mërësi se fitoj 1-0, ka ndeshjen e këtimit në Kukës, por mos harrojmë që është një ekipi të Utës është një ekip që në raste kur ti kërkon të hapesh, mbasi Kuksi do hapet atje se do kërkoj që fitoj ditën në shkoj me kondra Sulmin. Kështu që mendoj që loja është e hapme dhe pse jo, të Uta ka një mundësi që të kualifikohet. Tani, të bëjmë pak komentin apo kontrvështrimin se si e ke parë këtë sfidë, konkretisht për skuadrën e të Utës, që jo pa qëllim është kërkuese edhe në Kupën e Shqipërisë, mos harrojmë që edhe nëpërmjet kampionatit kërkon shumë, është në vendin e tretë në kampionat. Unë kam vështirën që u desh pa kohë, me gjithë se prapë akoma opinioni sportiv nuk është akoma i ndërgjegjësuar ose i sensibilizuar për potencialin e kësaj skuadre. Dhe vazhdojmë të quajmë, si më thëmë, ekipin që çuditërisht aty, për në fakt këtë vit nuk është çudi që të Uta është aty. Edhe kjo ishte ndeshja më e bukur për mendimin tim e këtyre 4 ndeshjeve, ishte kjo ndeshje. Jam kurioz do në opinionin e tjerëve që janë këtu në studio, sepse ishte një ndeshje e luajtur fort, ndeshje me ritëm, ndeshje me raste. Duhet thënë që për mua Kuksi kishte rregulluar goxha me sfushën dhe të Uta u vu në vështirësinë me sfushë e ka dhe pikën e vet më të fortë. Natyrisht domethënë dalja me karton e penalizoi, por të Uta s'ka asnjë ndryshim. Kjo është të Uta që ka mbyllur 2 fazat e para. Pra, është hyri Lena në fund, që është blerje e re, por në një moment që do nuk kishte vend për të shprehur mundësitë e tij, unë besoj që gradualisht do hyjë edhe ai në lojë, dhe sulmuesi që është akoma nuk hyri, nuk është i gatshëm. Dhe është ai ekipi që përballë një Kuksi që e ka objektiv, them unë, sepse pavarësisht se ëndra për kampionatin mund të vazhdojë akoma dhe ca kohë, por besoj unë që kupën e ka objektivin primar, nuk arriti të mposhti. Edhe 1-0 është rezultat, nuk është rezultat shumë përcaktues, por ne na ka mësuar futbolli që edhe 3-0 mund të jetë edhe mjaftueshme në Kukës. Është e tëra e hapur. Unë kam përshtypjen që nëse duhet të flasim për të Utën, nuk duhet të flasim vetëm, jo se ka nevojë presidenca apo zoti Asambelliu për të thënë fjalë mira sepse ka 15 vjet atje, po unë kam përshtypjen që në një klub që klubi funksionojë dhe trajnerit këtë qetësinë e dur, duhet edhe një presidencë që nuk bën më tepër se presidentin. Pra, kam përshtypjen që shumë hallka nganjëherë duhen, por nganjëherë prishin edhe punë, edhe është edhe krahasimi me këto klubet e tjera që mundojnë të vënë më tepër se sa një hallkë të domosdoshëm ndërmjet presidentit edhe ekipit. Dhe kam përshtypjen që gjithë ky ambient ka bërë të mundur që Magani të ketë drejtën të ushtrojë deri në fund mundësitë e tija, aftësitë e tij dhe të japë të marrë maksimumin e këtij lojtar. Ky është një ekip që në kampionatin shqiptar është modeli se si duhet menaxhohet. Unë kam thënë edhe tjetër, dhe fakti që po merret rezultate teknike, domethënë që kjo në një farë mënyrë e argumenton plotësisht, sepse mund të themi që po bëjmë një kampionat me pak shpenzime dhe jemi aty në mes apo nuk dalë nga kategoria. Ky është një ekip që tregoi përballë Kuksit që është me të vërtet klubi më i dëshiruar për mendimin bashkë me Tiranën për tu afirmuar në kupë, tregoj që nuk që i zotit ta mposhte, pavarësisht sepse loja u bë e fortë dhe Kuksi ishte goxha dinjitos. Përsa i përket këtij kartonit është normale që në Itali është e kuqe,
Kam përshtypjen që në Shqipëri mund të ishte edhe e verdh, pavarësisht se domethënë shikojmë momentin sepse ato dua të diskutojmë në vazhdim. Dy momentet e diskutueshme, fillimisht e nisim me kartonin e kuq të Çyrbjes. Ky është momenti, kartoni të kuq është për ju, e gabuar, nuk është profesionale, nuk duhet që ti të hysh në atë mënyrë për dëmtuar, sepse dëmtimi mund të jetë edhe në pasojë më të rënda, por unë e lidh me çka kemi parë ne, nuk po them sepse në vetë është një veprim i dënueshëm, ndoshta edhe me të kuqe, por me çka kemi parë ne në kampionatin shqiptar, mundet që gjyqtari domethënë ta ketë parasysh edhe tjetër kur të ketë një ndeshje me ca ekipe që s'po ja them emrin që të bëjnë një gjë edhe me ta. Ka mendim tjetër? Dhe volli? Për të ndërhyrje? Po. Ndërhyrja kartoni kuq. Kartoni kuq. Okej. Mirë, shikojmë edhe një moment ku në fakt trajneri Kukësit, Klodian Duro, ka pretenduar për një penalti, në ndëshkoj gjyqtari, thot në këtë sfidë dhe jo të uta, ishte deklarata e Duros në përfundim të ndeshjes, ky është pretendimi për një preke topit me dorë, për një penalti në favor të Kukësit. Shtaf ras. Ta shti, ndërmjet, shiko, po e them unë, ajo është një Ajo është preke me dorë, rast tipik, por është e pavullnetshme. Është e pavullnetshme. E para e dyta ndërmjet mund ta quhesh një volontë si edhe nëse do kalonte ai top aty të kishte edhe dy lojtarë tjerë të udhës. Ka poshtë. Jo, ideja është kjo që domethënë nuk është se i hoqi golin sepse ishte dy lojtarë tjerë të udhës kusht tjerë. Kështu që domethënë po ta kishte dorën lart që penalti, ka poshtë edhe është e pavullnetshme. Ishte edhe me kurriz, mund të vojnë nga topi. Megjithatë, ta lëm këtë mundësi për të thënë që nuk e mundi të uta, po e mundi. Jo, kjo nuk mund të jetë justifikim për çdo rast, okay. Unë e përsëris që gjyqtari s'u tregua korrekt me atë karton e kuq, e përsëris ishte i kuq për në ambiente të tjera, por ne kemi parë që se ndodh më tepër se sa kaq edhe nuk dënohen. Edhe ai ishte një favor, jashtë kontekstit domethënë ndeshjes të favor për Kukësin. Tek Teuta nuk ka shumë ndryshime, te Kukësi ka ndryshime që mund të na tregojnë një Kukës ndryshe në pjesën e dytë të kampionatit? Unë në fund të edicionit kaluar kam thënë që do të kemi një Kukës krejt ndryshe. Edhe po të shikojnë Kukësin e... Ti ke thënë edhe një Kukës ndryshe me trajnerë të tjerë për pjesën tjetër të kampionatit. Me stafin teknik, bile të stafi Kukësit më kanë marrë pak edhe me, duke sikur kam thënë, këto thjesht e kisha sepse po të shikojnë prononcimet e dy teknikëve të Kukësit, në protokoll ishte tjetër emër dhe prononcimet ishin tjetër, megjithatë që nga ndeshja zyrtare që është bërë, në protokoll ka qenë trajneri Klodian Duro, në intervista ditë e Klodian Duro, sepse kishim në edicionin e kaluar kishim ishte Troisi në protokoll ditë Hasan Liga dhe ishte Hasan Liga në protokoll e ditë Klodian Duro. Megjithatë, kjo pak rëndësi ka se tashmë gjërat duke se kanë marrë, do kemi një Kukës shumë më madje në Albania në kuptimin e mirë të fjalës, sepse dy brazilianë kanë luajtur në ndeshjen e dieshme, Kukësi ka firmosur me shumë për të kaluar të ajo, sepse modelit e uta, shumë futbollistave, shumë presidentave në NZ ju pëlqen. Ju pëlqen kur thonë që shikoni presidenti më i vjetër i Superligës, si është Mona Sambelliu, edhe me futbollista 20-21 vjeçar, imagjino ti thuash një presidentit në Superligë që dëgjoj se kam një qendërmbrojtës që është 20 vjeç, që kaloi duke Shkëndia. Po mirë, thot ai, si e imagjinon ti që mund të më... Po, e imagjinoni ju thot që... Se një të një ishte Tiranë së shkalla. Po pra, sepse shkalla pikrisht është ai trajner, ai që quhet Magani, i cili ka bërë këta çuna, ju ka marrë të paktën në dy fazat e para të kampionatit, si dhe ndeshjen e kupës, i ka marrë më të mirën e mundshme këtyre futbollistëve, por edhe skuadra e Kukësit duket se do ketë ndryshime në shkuptim. Futbollistat që kanë nënshkruar kontratë, për mendimin tim janë dy futbollista shumë të mirë. Ka marrë një qendërmbrojtës nga Dinamo, Marvin Turtulli. Ishte pjesëtar i ekipeve tona zinxhir të kombëtarëve të moshave, ka firmosur, ka pasur një eksperiencë edhe vjeç me pak e Teuta, por këtë vit tani ka nënshkruar një kontratë me Kukësin. Gjithashtu edhe Imami ka nënshkruar me Kukësin. Kemi një Kukës që më duket po largohet deri diku nga lojtarët e huaj, kemi një Kukës që po ta shikojnë dje vetëm dy brazilianë ishin në pjesë e këtij Kukësit dhe ka mendimin që pozitivisht për pjesën e mbetur të kampionatit. Them që do jetë një Kukës ku sigurisht objektivi kupë dhe objektivi kupat e Evropës në përmjet vendit tretë janë synimet kryesore të kësaj skuadre. Në javën e mbetur... Tamon që Akademia Kukësit do funksionoj mirë. Me kë? Jo nuk thash Akademia Kukësit. Thash po merr lojtar më tepër, po i largohet lojtarëve tuaj.
Po të shikoje në fush, kishin një kukës që ishin 4 brazilianë. Edhe kur bëhesh ndrimi, brazilianët bëheshin kopë për kopë. Dakor, pra do funksionoj Akademia Kukësit. Më them, tani, ato nuk se janë, jo, e kam llafin, se s'janë produkti Kukësit, jo, janë lojtarë që janë shqiptarë, janë vëndali, po nuk janë të Kukësit. Prodhim vëndi. Nuk janë prodhim vëndi. Në javën e mbetur të Merkatos, presim do një lëvizje të bushme përveç asaj që na konfirmoi Bledi që Morina do të shkojë te Tirana? Ka ndonjë lojtar që ende, apo ndonjë skuadër që pret ndonjë ardhje të bushme? Tani, një sulmues të uaj e pret Partizani, sepse sigurisht emergjencën e ka shumë të madhe, përsa i përket lojtarëve të vëndas, deri në datën 31 që mbyllet dhe Merkato, sigurisht që lëvizje vëndet du të ketë, por edhe to kanë mbetur shumë pak, sepse përsa i përket uajve, sigurisht që gjërat them që janë, më në shkanë për të marrë lojtarët i kanë marrë, por problemet janë thjesht dokumentacion dhe gjendja jo e mirë e lojtarëve të ardhur, sepse i qëndrojmë asaj që janari gjithmonë është me probleme. Janari është me probleme dhe lojtarët që janë afruar nuk bëjnë ndonjë diferencë të madhe në kampionatin tonë. Duan 3 muaj që të shtrohen, i bie të luajnë as 2 muaj me Tiranën, që unë se marrë vesh për çfarë kanë mbarë. Në Tiranën, po të shikoje sot, ishte Tirana edicionit kaluar. Nuk ishte as edicion. 2 lojtarët e uaj që kanë ardhur, nuk i pamë fush. Se as nuk do të shohësh deri në mars se nuk bëjnë. Sepse kur trajneri Josa tha që sulmuesi brazilian nuk është 100%, atëherë imagjino të tjerë që kanë probleme. Okej, mirë, këto... Se nuk po kuptoj që më falë. Profesor, po, për ta mbyllur iden. Thotë zotria, lojtarët që ka marrë Tiranë nuk bëjnë. Nuk bëjnë deri në mars, nuk kanë vrap në këmbë. Po nuk shnoshet qinjë për në të paronë. Po pikërisht ky është problemi. Po dakord. Jemi shumë dakord në këtë sure. Po dakord, po je kontradiktor me këtë, se je tifoz, prandaj të them je kontradiktor. Unë jam realist, unë jam militant. Po dakord me realist, bo njerë. Ti më thu, trajneri dur, daja, po, jam fare dakord me juve, që është kështu si thonë ju, edhe e përgëzoj dhe uroj, se unë e kam bashkohë. Më thuaj një që kam thënë gabim. Atëherë po të them, ky trajner ka që mirë, dole ti më izgjutë se aji, për qari merë aji? Mos e kanë marrë ata drejtuesit aty që rrimë vërdalë. Ore, sa largë jemi pashme. Qarda aksidentalisht tu të shtimua. Mos e kanë marrë ata. Po të kanë marrë ata, trajneri daja, nesëm njëllë të dorëzën qenësat e tiki. Po së shta që kollajt? Po si s'ka ka që kollajt? A i ke dalë për sot se pune? Boj zotin se pune pra. Që unë nuk e mendoj kur që kanë marrë tjerë. Ata, i ka marrë taj, fare mirë mund tush, ka një pikë sënim, do një servisit ashti, do vi kampionatit tjetër, ose i duhet për mesin e fazë, e tjera. Të shi ti del, ata nuk bëjmë, ky nuk bo, vetëm ti bo ke gazeta jote. Jo se nuk bëjmë personë, nuk janë një gjendje. Nuk janë një gjendje fizike. Ajo që thoni ju është e drejtë, por ata nuk kanë gjendje. Nuk janë gjendje, sepse ka të bëjmë me gjendje. Po qa gjendje, a i ki me, e di dhe gjendje. Se nuk mund dalësh ti më i zhutë se saj. Mirë, profesor, nëse lojtarët nuk futen në formë deri në muajin mars, a jemi dakord të Jo, nuk jemi dakord, se unë i fuzë kalup. Unë i fuzë është gjithë ditë. Profesor Faruku, do të thrasin gazetarin që kur bëjnë gol këta që si s'bëjnë të shpi, do të të fali, keni drejt ju. Shumë dakord. Jo, vetëm një fjali. Jemi pak iq me kohë. 2 ekipe që kanë fituar, sot, nga 8, dje dhe sot, janë ekipe që s'kanë për asnjë ndryshim. Tirana ka fituar, edhe Teuta ka fituar. Dhe kanë luajtur me formacion, dakord. Jo, Laçi ka përmirësime, se është këtu Tetkoviçi, ka Jamesi mirë, ka Sefi, ka lojtarë që nga formacioni, që s'ka pas. Kishim, kërkojnë djes edhe Laçin e fus. Pra të 3 që janë ata, Tetkoviçi ishte lojtar që ishte aty, ishte i dëmtuar. Këta nga 8, 3 që s'kanë bërë ndryshime, fituan të 5 tjere, domethënë që janë ndryshuar, ose kanë fituar, mua Vllaznia janë përqjeva për sërish, po barazoj, që nuk është me Skënderbeu është fitore e Vllaznis. E vetëja që kanë ndryshuar trajnerin, që është shumë e rëndësishme dhe kanë marrë trajnerë të mirë. Aty s'kishte Vllaznia, me respekt maksimal për drejtorin teknik i për grimin, apo që vetë thoshte unë nuk jam,
mori një trajner të mirë dhe rregulloj. Pa nuk është të thënë ai që duhet marrësh lojtar, merr një trajner tamam. Po tamam, dhe shkon aty. Mirë, se jemi keq me kohën, në fakt startin e 2016-s e bëm me Kupën e Shqipërisë, u luajtën 4 ndeshje dje dhe sot, ndërkohë java e ardhshme rikthehet Superliga me javën e 17, këto do të jenë përballjet: Partizani Laçi, Vllaznia Skënderbeu, Tërpuni Tirana, Flamurtari Teuta, Kuksi Bylis, këto janë përballjet e javës tjetër, pra java e 19, jo java e 17, ndoshta jam unë e gabuar. Megjithatë, këto janë përballjet e javës tjetër, kështu që na rikthehet futbolli me Superligën, ndërkohë unë dua ta kaloj. Po, te 19, a isha unë gabim, kërkoj ndjes unë, është java e 19 në Superlig. Ne do të kalojmë nga futbolli luajtur tek një kronik që unë anonçova dhe në fillim. Bëhet fjalë për një notare, Alesia Neziri, një 13 vjeçare që është shumë e re në sportin e notit, por medalit e koleksionuara janë shumë dhe në fakt është një sportiste premtuese që kërkon më tepër besim nga federata dhe mbështetje nga shteti për të ecur përpara që ne me këto sporte individuale të jemi dikushi dhe në lojrat olimpike, por edhe në evenimentet e tjera ndërkombëtare. Ndjekim këtë kronik dhe rikthehemi sërish në studio. Talenti dhe suksesi jo gjithnjë eci në të njëjtën rrugë. Të jesh talent është shfat, por të jesh i suksesshëm të duhet shumë punë dhe mbi të gjitha shumë mbështetje. Në Shqipëri talentet nuk mungojnë, por njihen shumë pak dhe mbi të gjitha mbështetet pak ose as pak. Të jesh i suksesshëm në shumicën e rasteve duhet të kesh shumë fat ose shumë talent, pasi drejt suksesit është një rrugë e gjatë me shumë pengesa. Noti në Shqipëri vijon të mbetet një sport që frekuentohet pak, ka mbështetje të pakët dhe mbi të gjitha ka shumë pak vëmendje. Sajmir Neziri, trajneri dhe babai i Alesias, po rrit një talent, por sa më shumë Alesia ecën përpara në not, aq më jetike bëhet thirrje për përkraje. Stërvitës një notare, ka shumë me pak fjalë shpenzime dhe është një disiplinë sportive që ka kosto. Dhe themi këtë që do të motivohet shumë nga struktura dhe instancat shtetërore, si dhe Bashkia e Tiranës, sepse e përmban dhe ligji për sportin. Vajza meriton të motivohet sepse pa motivim nuk realizohet të kemi suksese dhe arritje të notit, sidomos në arenat ndërkombëtare. Kërkojmë që vetëm të zbatohet ligji. Edhe pse vetëm 13 vjeç, Alesia është kapur fort pas ëndrrës së saj, të qenit një notare profesioniste dhe mbi të gjitha një fituese, pse jo e një medaliste në evenimentet elitare. Noti është gjithçka që kam. Unë e kam filluar notin, kam 4 vjet dhe kam 3 vjet që filloj një stërvitje shumë me intensitet të madh dhe synoj olimpiada dhe botroret, pse jo me shumë punë dhe stërvitje të fitoj dhatje. Alesia është lojtare e ekipit kombëtar, fituese e mbi 50 medaljeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Në aktivitetin e fundit ndërkombëtar të zhvilluar në Shkup 5 dhjetor 2015, Alesia arriti të fitonte 9 medalje. Mirë, dua të ndalemi vetëm për pak qaste te ky personazh, jo pa qëllim unë e kam veçuar në mbrëmjen e sotme, ju e dini që unë mundohem që të sjell gjëra të veçanta, por edhe që godasin. E them këtë sepse shumë të rinj shqiptar kanë talent, por përkrahen pak në Shqipëri. Dhe kjo gjë më trishton. Mundohem që në formën time t'jap një përkraje këtyre sportistëve të rinj që nesër mund të jenë kampion. Ky është një vend që nuk i do sportistët dhe nuk i do talentet. Që do thotë që është një vend ku e vetmja këshill që mund t'i japësh ty është të thuash ikni, sepse pa aq kohë sa jeni këtu nuk keni asnjë lloj garancie që do të mbështeteni edhe në ëndrrën tuaj, edhe në ato që mund të jenë. Jo vetëm kjo vajzë, unë e marr këtë vajzë simbol të një vajze që do të bëjë diçka në jetë, të një familje që do të bëjë diçka në jetë. Dhe unë e kam përzgjedhur nga dëshira dhe nga fakti që kjo vajzë, kjo sportiste kaq e re, me kaq shumë të dhëna për sportin e notit, simbolizon shumë të rinj të tjerë që kanë nevojë për mbështetje. Si kjo ka plot notar, atlet, si doni ju peshngrica, mundsa, dhe për fat keq, në kjo që them unë, ndoshta nuk mos më takon për shumë arsye për të kaluar në time, por duke parë çfarë ndodh, e vetmja këshill, si thuash, praktike është mos besoni se këtu mund gjeni mbështetjen. Këtë e them me dhimbje, por ka një fakt konkret. Besoj se prindit që na dëgjojnë, po edhe ata që e njohin notin, e dinë që Sidney Hoxha është
një super talent shqiptar, po super talent, do shkoj në Olimpiadën e Rios për herë tretë, pra është e tretë Olimpiadë që shkon, që thot ka të paktën 12 vjet në nivelet larta ndërkombëtare dhe nuk jo personalisht e kanë bërë aty emisione edhe në këto fazat e para të. Dhe ju nuk keni dhe nuk ka për të besuar njëri në Shqipëri që nuk ka marrë një lek nga shteti dhe nga Federata Shqiptare dhe nga gjithë institucionet e sportit në Shqipëri. Të jesh fitues i drejtës për të shkuar 3 herë në Olimpiadë, bën Qinçin është i 19-ti në Evropë, që domethënë nuk është pak në notë. Është në Amerikë kampioni, ka qenë kampioni në universiteteve dhe nuk ka marrë për 12 vjetresh as bursën olimpike që i jepet për të shkuar në Olimpiadë një sportisti që e ka kapur normën e Olimpiadës për të shkuar në Olimpiadë. Që vetmi sot bashkë me Luiza Geken që ka kapur normën dhe kjo është e treta që do shkojë. Ka qenë në 2008-ën, në 2012-ën... E ka përshtetur gjithmonë babai i tij, Sidnin, dhe shteti duke përfituar nga kjo nuk i ka hedhur ndonjëherë syt tek sportist. Por është e vërtet, ka shkuar në Amerikë, i kanë dhënë Universiteti Amerikan bursën $50,000 për të bërë studimet atje, apo jo, me parat e Amerikës, dhe shteti shqiptar si ka dhënë as atë $1,000 që ja jep Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Kështu që duke kaluar, e kaloi për model, për të thënë, jam shumë dakord, është... Megjithatë nuk dua që Alesia të dekurajohet në ëndrrën e saj dhe... Nuk është dekurajim. Unë kam djuar eksponent lartë... Do thua që ky është realiteti. Unë kam djuar eksponent lartë politik para ca kohë, para një javë që thanë ne nuk merrem me sportin militar. Ne merrem me sportin në shkollë, ne merrem me çdo lloj budalliqe që doni ju të thuash, dhe të thuash që unë nuk merrem me këta sportistë, nuk i mbështes këta sportistë, është tamam krim ndaj sportit, sepse këta janë sportistët. Dhe ne kemi sot vetëm futboll, që mendojnë disa presidentë që japin parat, apo jo, dhe nuk kemi asnjë sportist militar që është i kënaqur me kjo. Kemi Erkan Qerima që thoshte unë s'kam marrë si Çekleku, kemi Luiza Geken domun që është mbështetëse ndërkombëtare, sepse po ndryshe do kishte ose jo mundsi. Pra sot jemi në pikën jo 0, po minus, dhe kemi të paktën 10 vjet që jemi në këtë pikë. Dhe për herë tretë përsëris, përballë situatës që unë nuk e shoh me perspektivë, duhet e vetme që mund t'i thuash është, shikoni mundësinë të gjeni një bursë, sepse Sidney Hoxha ka tërhequr mbrapa dhe 3-4 notarë të tjerë që kanë shkuar në Amerikë me këtë lloj burse nga Universitetet Amerikane për të shkuar, për të bërë pse jo dhe shkollën e mesme atje, dhe shkollën e lartë për të studiuar ato kurse sepse janë të vetmet mundësi që ne kemi. Dhe Sidney Hoxha sot që flasim, ngrihet në orën 4 të mëngjesit, fillon studimet në orën 5 deri në orën 7 dhe pastaj shkon në punë, sepse duhet të punojë atje. Dhe kjo është e vetmja perspektivë që sportistët shqiptarë kanë sot në Shqipëri. Dëshpëruese, megjithse këtyre sporteve duhet të jepet më tepër hapësirë, duhet të ketë më tepër sensibilizim, jo vetëm për notin, por edhe për volejbollin, basketbollin, peshqëritjen, mundjen, po ka kaq pak mundësi sa që të gjithë e kuptojnë që ky është një realitet i trisht. Mundësi ka shumë, nuk është vërtet. Nuk askush nuk e merr seriozisht këtë punë. Kur kërkojmë sponsorizim për një skuadër futbolli apo basketbolli apo për ekipin e mundjes, tani të kërkosh sponsorizim ose të kërkosh mbështetje për një notare siç është kjo, më bëhet fjalë këto janë talente. Ose atë sport që kërkon ajo do të bëjë një sport që është një sport individual, edhe që normalisht, ashtu si përmendët rastin e Amerikës që tani që ka shkuar në 3 Olimpiada dhe që nuk ka asnjë mbështetje, imagjinoni si mund të jetë kjo gotë, ose si mund të shkojnë ndërmendje kësaj gotë, që mund të shkojnë në Olimpiadë. 300.000 lekë shpenzime në muaj vetëm për pishinën, për veshjet, jo për ngrënie ato, vetëm për ty pishinë, i duan 300.000 lekë muaj, minimalisht. Të stërvitet individualisht, sepse federata nuk... I paguan gjitha vetë me siguri. Jo, të gjitha i paguan vetë. Minimalisht shpenzime. Pastaj, kush mund të jetë ajo që të mendoj që do shkojnë në 3 Olimpiada edhe të ketë një mbështetje nga shteti. Tani flasim për shtetin. Kësaj bravo i qoftë dhe prindërve që e mbështesin, por ka me 10 tjerë që janë talente dhe nuk e vazhdojnë sepse nuk kanë këto kushte. Dhe ne humbasim talente në shumë sporte, flas për sportet individuale, po pse jo dhe kolektive, sepse prindit nuk kanë mundësi, se duhet ta çosh në pishinë, duhet të paguash pishinën, të paguash veshjet, të paguash shumë gjëra, kush e ka këtë mundësi? Dhe sa talente të tilla humbasin sepse ne kemi seleksionim, apo jo, gjejmë themi pastaj bëj çfarë duash, kur të bëhesh ti i mirë, as i mirë kur bëhesh nuk mbështesin, edhe përfundon pastaj që i kam parë kur marrin një medalë që të vinë aty ke aeroporti direkt. Atëre kujtojnë që ekziston. Edhe atje thonë që kemi notare të mirë. Në Shqipëri të japi shpërblim kur ti del kampion, por kur del kampion nuk të duhen më parat, të duhen për të bërë kampion parat. Kur del kampion, pastaj për çaj duhen parat për herën tjetër, për të bërë kampion kush do japi parat?
Ai është shtet serios. Ai që Ju lutem, atëherë të gjitha strukturave që kanë mundësi për ta parë me vëmendje sportin shqiptar në këto filizat e rinj, Alesja është një nga sportistët premtuese të sportit të notit që nesër mund ta ngrojë Shqipërinë dhe flamurin shqiptar në nivelet më të larta europiane dhe botërore. Dhe jo vetëm të realizojë një ëndër dhe një pasion të një sportisteje, por ta kthej realitetin shqiptar aty ku futbolli ka çuar në kampionat europian. Kështu që dhe me notin mund të kemi rezultatet e jashtëzakonshme në arenën botërore dhe europiane me Alesja Nezirin. Mirë, do ta mbyllim këtu këtë diskutim, vim në fund të mbrëmjes, shikojmë edhe faqen e parë të gazetës sportive Panorama Sport, gazeta sportive më e shitur në Shqipëri. Kryeredaktori Jetmir Halilaj ka përzgjedhur për numrin e ditës së hënë 25 janar këto tituj kryesor. Tirana feston në Vlorë, flamurtari bie me 2 goditje. Bardheblut ndëshkojnë skuadrën e Ramadanit, në limit vendos goli i Malajt. Ilir Daja vazhdoi me fitore në skuadër, nuk ka përçarje në faqen 2 dhe 3. Foto kryesore lidhet me përplasjen tek Vllaznia Skënderbeu, gjak në fushë dhe tribuna për 0 gola. Polici goditur në tribunë, Marku në spital pas përplasjes, Ademir në spital pas përplasjes. Ademir dhe Marku përfundojnë në spital pas i përplasen kokë më kokë. Tifozët stol kokës policit pas një sheri për vendin ku do uleshin. Ka ankesa për dhunë barbare kundrejt fansave, shoqërohen 3 në komisariat. Pjesa e fundit ka lidhje dhe me pamjet filmike që ne ndoqëm sot në program. Opinion nga Gëzim Sinemati, futbolli apo kollaret do të frenojnë Skënderbeu në faqen 6. Partizani sulm final për Peç në faqen 7. Sërish negociata ja oferta që u bën iranianëve për bomberin kroat. Teuta Hasan Belliu 8 milion lek për kualifikimin në faqen 8. Në Francë zbulohet kompleksi ku të qëndroj kombëtarja shqiptare në faqen 12. Shikojmë edhe zhvillimet që vijnë nga sporti ndërkombëtar. Zgënjen Interi, Juve marshon me Dybalën në faqen 14-17. Chelsea fiton derbin, Wenger akuza arbitrit. Tronditet Bayerni, Boateng mbyll sezonin në faqen 18 dhe 19 të Panorama Sport. Në Spanjë dalet Reali, Barça ofert Fernando Torresit në faqen 20 të gazetës sportive më të shitur në Shqipëri, Panorama Sport. Vim në fund të mbrëmjes tonë sportive, kemi diskutuar dhe analizuar të gjitha ngjarjet e javës në futboll. Janë luajtur çerekfinalet e para të Kupës së Shqipërisë, ndeshjet e kthimit në 17 shkurt të dielën e ardhshme, me të ftuar të tjerë, me një panel tjetër dhe me diskutime të tjera do të rikthehemi Superligës me javën e 19. Unë falenderoj Faruk Sejdinin, Fatos Dajën, Bledar Devollin, Tami Konën, Bledian Kokën dhe Artan Shrytin. Ju le takim të dielën tjetër me Fair Play. Deri atëherë, mirupafshim.